Në këtë moment, ndërsa dëgjoni këto fjalë, trupi juaj po bën diçka të pabesueshme. Çdo atom në qelizat tuaja, çdo elektron që rrotullohet rreth bërthamave, çdo foton që godet retinën tuaj, ekziston në një gjendje që shkenca e shekullit të 19 do ta quante të pamundur. Ata nuk janë thjesht këtu ose atje. Ata janë në të dyja vendet njëkohësisht. Ata janë në çdo vend të mundshëm derisa ju vendosni t'i shikoni. Dhe kjo nuk është metaforë. Kjo nuk është filozofi. Kjo është fizika kuantike. Dhe ajo po ndodh në trupin tuaj tani, në këtë sekond, ndërsa ju përpiqeni ta kuptoni këtë fjalë. Në vitin 1926, një fizikan austriak me emrin Erwin Schrödinger u zgjua në mes të natës me një ide që do ta çmend botën shkencore për një shekull. Ai ishte i frustruar. Kolegët e tij po flisnin për grinca që ekzistonin në shumë gjendje njëkohësisht, dhe ai donte t'u tregonte se sa absurde tingëllonte kjo. Kështu që ai shkroi një eksperiment mendor. Vendosni një mace në një kuti. Vendosni një shishe me helm. Vendosni një atom radioaktiv që ka 50% shans të zbërthehet brenda një ore. Nëse atomi zbërthehet, shishja thyet, macja vdes. Nëse nuk zbërthehet, macja jeton. Mbyllni kutin. Tani pyetja. Para se ta hapni kutin, a është macja e gjallë apo e vdekur? Schrödinger mendonte se po shkruante një satir. Ai mendonte se po tregonte se sa e çmendur ishte interpretimi i Kopenhagenit të mekanikës kuantike. Por diçka e tmerrshme ndodhi. Fizikanët e lecuan eksperimentin e tij dhe thanë: "Po, kjo është saktësisht ajo që po themi. Macja është eve e gjallë, eve e vdekur, derisa ta hapni kutin. Ajo ekziston në një superpozicion të të dy gjendeve. Vetëm akti i vëzhgjimit e detyron realitetin të zgjedhë." Schrödinger kishte dashur të tregonte absurditetin e fizikës kuantike. Në vend të kësaj, ai krijoi ikonën e saj më të famshme. Por le të ndalemi këtu. Le të kthehemi mbrapa. Sepse për të kuptuar se si shkencëtarët më të mëdhenj të shekullit të 20 arritën në këtë përfundim të çmendur, duhet të kthehemi në një dhomë të vogël në Berlin në vitin 1900, ku një fizikan me emrin Max Planck po shikonte një problem që askush nuk mund ta zgjidhte. Problemi quhej katastrofa ultraviolete. Kur ngrohni një objekt, ai lëshon dritë. Një hekur i ngjethë bëhet i kuq, më i ngjethë bëhet portokalli, edhe më i ngjethë bëhet i bardhë. Fizika klasike parashikonte se një objekt i ngjethë duhet të lëshojë një sasi të pafundme energjie në frekuencat e larta, por kjo nuk ndodhte. Objektet e vërteta nuk shpërthejnë me rrezatim të pafundëm. Diçka ishte thelbësisht e gabuar me ekuacionet. Planck provoi gjithçka. Ai ishte një fizikan konservator, një njeri që besonte në ligjet e Newtonit dhe të Maxwellit, por asgjë nuk funksiononte. Kështu që në një akt dëshpërimi, ai bëri diçka radikale. Ai supozoi se energjia nuk mund të lëshohej në mënyrë të vazhdueshme. Ajo duhej të vinte në paketat vogla, në kuanta. Ishte si të thuash se nuk mund të pini çdo sasi uji që dëshironi, por vetëm në gota të plota. Kjo ishte e çmendur, por funksionoi. Ekuacionet e tij përputheshin me eksperimentet në mënyrë perfekte. Planck mendonte se kishte gjetur thjesht një trik matematikor. Ai nuk besonte se energjia ishte vërtet e kuantizuar, por 5 vjet më vonë, një zyrtar patentash, 26 vjeçar në Ciri, me emrin Albert Einstein, mori idenë e Planckut seriozisht. Ai po studionte efektin fotoelektrik, një fenomen ku drita godet metalin dhe nxjerr elektrone. Fizika klasike parashikonte se drita më e ndritshme duhet të nxirrte elektrone më të shpejt, por nuk ndodhte. Në vend të kësaj, ngjyra e dritës ishte ajo që kontrollonte shpejtësinë e elektroneve. Drita blu nxirrte elektrone të shpejt, drita e kuqe nuk nxirrte asnjë, pavarësisht se sa e ndritshme ishte. Einsteini kuptoi se Planck kishte të drejtë. Drita nuk ishte vetëm një val, ajo ishte gjithashtu një grimc. Çdo foton ishte një paketë e kuantizuar energjie, dhe kur një foton godiste një elektron, ajo i jepte atij të gjithë energjinë e saj me njëherë, si një top biliardi që godet një tjetër. Kjo ishte revolucionare. Për 2 shekuj, fizikanët kishin menduar se drita ishte një val.
Tani, Einsteini po thoshte se ajo ishte edhe val, edhe grimc. Ishte fillimi i një krize identiteti që do të trondit themelet e realitetit. Por historia bëhet edhe më e çuditshme. Në vitin 1923, një fizikan francez me emrin Louis de Broglie po shkruante dizertacionin e tij të doktoraturës. Ai kishte një ide të çmendur. Nëse drita, që të gjithë mendonin se ishte një val, mund të sillej si një grimc, atëherë pse jo e kundërta? Pse elektronet, që të gjithë mendonin se ishin grimca, nuk mund të silleshin si val? Ai shkroi ekuacionet. Ato ishin elegante, por askush nuk i besoi. Kur mbrojti dizertacionin, komisioni ishte skeptik. Ata i dërguan punën Einsteinit për vlerësim. Einsteini e lexoi dhe tha: "Kjo është më shumë se një analogji. Kjo është e vërtet." 3 vjet më vonë, në laboratorët Bell në New York, 2 fizikanë amerikan, Clinton Davison dhe Lester Germer, po qëllonin elektrone në një kristal nikeli. Ata prisnin që elektronet të kërconin si topa të vegjël, por në vend të kësaj, elektronet krijuan një model ndërhyrjeje, pikrisht si valet e ujit që përplasen me njëra tjetrën. De Broglie kishte të drejtë. Elektronet ishin val, por ato ishin gjithashtu grimca. Çdo grimc në univers kishte një natyrë të dyfisht, një dualitet val-grimc që sfidonte çdo intuicion njerëzor. Tani imagjinoni se çfarë kjo do të thotë. Një elektron nuk është një top i vogël që lviz në një rrugë të caktuar. Ai është një val e probabilitetit që përhapet në hapësirë. Ai nuk është në një vend të vetëm. Ai është në çdo vend të mundshëm, njëkohësisht me probabilitete të ndryshme. Vetëm kur ju e matni, kur ju e vëzhgoni, vala kolapson dhe elektroni vendos të jetë në një vend specifik. Para matjes, ai është kudo. Pas matjes, ai është diku. Akti i vëzhgimit krijon realitetin. Kjo tingëllon si misticizëm, tingëllon si filozofi lindore, por kjo është shkencë e fortë e konfirmuar nga mijëra eksperimente. Në vitin 1927, një grup fizikanësh u mblodhën në Bruksel për konferencën e pestë Solvay. Ata ishin elita e fizikës: Einsteini, Bohr, Heisenberg, Schrödinger, Dirac, Pauli. Ata debatuan për ditë të tëra. Einsteini nuk mund ta pranonte. Ai tha fjalinë e tij të famshme: "Perëndia nuk luan me zare." Niels Bohr ju përgjigj: "Einstein, mos i thuaj perëndis çfarë të bëj." Debati midis tyre do të vazhdonte për dekada, por eksperimentet vazhduan të konfirmonin interpretimin e Kopenhagenit. Realiteti ishte probabilistik, jo deterministik. Por le të shkojmë më thellë. Le të flasim për eksperimentin më të çuditshëm në historinë e shkencës. Eksperimentin e 2 qarve. Imagjinoni një mur me 2 vrima të vogla. Ju qëlloni elektrone, një nga një, drejt murit. Pas murit ka një ekran që regjistron ku godasin elektronet. Nëse elektronet janë grimca, ju prisni 2 vija në ekran, një pas çdo vrima. Por nuk është kjo që ndodh. Në vend të kësaj, ju shihni një model ndërhyrjeje, vija të shumta që tregojnë se elektronet po ndërhyjnë me veten e tyre si val. Por ja ku bëhet vërtet e çmendur. Ju vendosni të shihni se nga cila vrim kalon elektroni. Ju vendosni një detektor pranë njërës prej vrimave. Dhe në momentin që ju e bëni këtë, modeli i ndërhyrjes zhduket. Elektronet fillojnë të sillen si grimca, duke krijuar 2 vija të thjeshta. Akti i vëzhgjimit ndryshon rezultatin. Është sikur elektroni di se po e shikoni dhe vendos të ndryshojë sjelljet e tij. Kjo nuk është një efekt i vogël. Kjo nuk është një gabim eksperimental. Kjo është një tipar themelor i realitetit kuantik. Në vitin 1985, një ekip në Universitetin e Minihut, i udhëhequr nga fizikani gjerman Walter Greiner, kreu një version të sofistikuar të këtij eksperimenti. Ata përdorën atome të fullereneve, molekula të mëdha me 60 atome karboni secila. Këto nuk janë grimca subatomike të vogla. Këto janë objekte që mund të shihni me një mikroskop elektronik. Dhe ato ende treguan ndërhyrje. Ato ende sillen si val kur nuk po vëzhgoheshin dhe si grimca kur po vëzhgoheshin. Kufiri midis botës kuantike dhe botës klasike nuk është një çështje madhësie, është një çështje vëzhgimi. Tani le të flasim për diçka edhe më të çuditshme.
ngateresa kuantike. Në vitin 1935, Einsteini shkroi një artikull me dy kolegë, Boris Podolsky dhe Nathan Rosen. Ata përshkruan një eksperiment mendor që synonte të tregonte se mekanika kuantike ishte pa plot. Imagjinoni dy grimca që krijohen së bashku dhe më pas ndahen. Sipas mekanikës kuantike, ato mbeten të lidhura, të ngaterruar. Nëse ju matni njërën grimcë dhe gjeni se ajo rrotullohet në një drejtim, grimca tjetër menjëherë do të rrotullohet në drejtimin e kundërt, pavarësisht se sa larg janë. Einsteini e quajti këtë veprimi frikshëm në distancë. Ai mendonte se kjo provonte se mekanika kuantike ishte e paplot, se duhej të kishte ndonjë variabël të fshehur që shpjegonte lidhjen. Por në vitin 1964, një fizikan irlandez me emrin John Bell provoi një teorem që ndryshoi gjithçka. Ai tregoi se nëse variablat e fshehur ekzistonin, ato do të bënin parashikime të ndryshme nga mekanika kuantike, dhe këto parashikime mund të testoheshin. Në vitet 1970 dhe 80, fizikanë si Alain Aspect në Francë kryen eksperimentet. Rezultati ishte i qartë. Mekanika kuantike kishte të drejtë. Variablat e fshehur nuk ekzistonin. Ngateresa ishte reale. Dy grimca mund të jenë të lidhura në një mënyrë që informacioni midis tyre duket se udhëton më shpejt se drita. Jo sepse po dërgohet një sinjal, por sepse ato janë pjesë e një sistemi të vetëm, pavarësisht nga distanca. Kjo nuk është shkencë fantazi, kjo nuk është spekulim. Në vitin 2020, fizikani kinez Pan Xianwei dhe ekipi i tij kryen një eksperiment ku ngaterruan fotone midis një sateliti në hapësirë dhe stacioneve toksore në Kin, në një distancë mbi 1200 kilometra. Ngateresa funksionoi në mënyrë perfekte. Kjo teknologji tani po përdoret për të zhvilluar kompjuter kuantik dhe sisteme komunikimi të paprekshëm. Çuditësia kuantike nuk është vetëm një kuriozitet filozofik. Ajo është themeli i teknologjisë së ardhshme. Por le të kthehemi te macja e Schrödingerit, sepse ka një pyetje që askush nuk mund ta shmanget. Nëse grimcat mund të jenë në superpozicion, pse ne nuk shohim mace që janë eve të gjalla, eve të vdekura? So bota makroskopike duket deterministike, kur bota mikroskopike është probabilistike. Përgjigja ka të bëjë me diçka që quhet dekoherencë. Kur një sistem kuantik ndërvepron me mjedisin e tij, me miliona grimca të tjera, superpozicioni shkatërohet shumë shpejt. Informacioni rrjedh në mjedis dhe sistemi sillet si klasik. Por kjo nuk zgjedh problemin themelor. Sepse dekoherenca shpjegon pse ne nuk shohim superpozicione makroskopike, por nuk shpjegon se çfarë ndodh gjatë matjes. Kur ju hapni kutin dhe shihni macen, a është ajo që ishte gjithmonë e gjallë ose e vdekur, dhe ju thjesht zbuluat të vërtetën? Apo akti i vëzhgjimit tuaj krijoi realitetin? Interpretimi i Kopenhagenit thot të dytën, por kjo ngre një pyetje tjetër. Çfarë është një vëzhgjim? A duhet të jetë një qenie e vetëdijshme? A mund të jetë një makinë? A mund të jetë një atom tjetër? Në vitin 1957, një fizikan amerikan me emrin Hugh Everett propozoi një zgjidhje radikale, interpretimi i shumë botëve. Ai tha se nuk ka kolaps të valës. Kur ju hapni kutin, universi ndahet në dy dega. Në njërën deg, macja është e gjallë dhe ju e shihni të gjallë. Në degën tjetër, macja është e vdekur dhe ju e shihni të vdekur. Të dyja realitetet ekzistojnë, por në universe paralele që nuk mund të komunikojnë me njëri tjetrin, çdo matje, çdo vendim kuantik krijon një degëzim të ri të realitetit. Kjo tingëllon si fantazi e çmendur, por matematikisht ajo është plotësisht e qëndrueshme. Dhe ajo zgjidh shumë problemet e interpretimit të Kopenhagenit. Nuk ka nevojë për një kolaps misteroz të valës. Nuk ka nevojë për një rol special të vëzhguesit. Gjithçka që mund të ndodh në një deg të pemës së realitetit. Ju thjesht përjetoni një deg, por të gjitha degët e tjera janë po aq reale. Në këtë moment, ndërsa dëgjoni këto fjalë, po krijohen triliona universe të reja, çdo e mundshme e realizuar diku. Por a ka ndonjë mënyrë për ta testuar këtë?
A mund të provoni ekzistencën e universeve paralele? Disa fizikanë mendojnë se po. Nëse universe të shumta ekzistojnë, ato mund të lënë gjurmë në rrezatimin kozmik të sfondit, valët e gravitetit ose në eksperimente kuantike shumë të sakta. Deri më tani nuk kemi prova të drejtpërdrejta, por mungesa e provave nuk është prove mungesës. Dhe interpretimi i shumë botëve po fiton mbështetje midis fizikanëve të rinj, sepse ai është më i thjeshtë matematikisht dhe nuk kërkon supozime shtesë. Le të ndalemi dhe të mendojmë për atë që kjo do të thotë për ju, personalisht. Çdo vendim që merrni, çdo zgjedhje që bëni, mund të jetë një pikë dëgëzimi. Në një univers ju zgjodhët të dëgjoni këtë video. Në një tjetër, ju e mbyllët atë. Në një tjetër, ju nuk e hapët kurrë. Çdo version i mundshëm i jetës suaj, po zhvillohet diku. Ka një version i juaj që bëri çdo zgjedhje të drejtë. Ka një version që bëri çdo gabim. Ka versione ku ju jeni një shkencëtar i famshëm, një artist, një udhëheqës botror. Ka versione ku ju vdiqët në fëmijëri. Të gjitha këto versione janë po aq reale sa ai që po përjetoni tani. Kjo nuk është vetëm filozofi. Kjo ka pasoja praktike. Nëse interpretimi i shumë botëve është i saktë, atëherë probabiliteti kuantik nuk është vetëm ignorancë jon. Ai është një tipar themelor i realitetit. Kur një atom radioaktiv ka 50% shans të zbërthehet, kjo nuk do të thotë se ne nuk e dim se çfarë do të bëj. Kjo do të thotë se ai do të bëjë të dyja gjërat në universe të ndryshme. Realiteti nuk është një rrugë e vetme. Ai është një pemë e pafundme e mundësive. Të gjitha po realizohen njëkohësisht. Por ka edhe interpretim të tjerë. Ka interpretimin e valës pilote të propozuar nga Louis de Broglie dhe zhvilluar nga David Bohm, ku grimcat kanë pozicione të sakta, por udhëhiqen nga një val pilote. Ka interpretimin e kolapsit objektiv, ku vala kolapson spontanisht kur sistemi bëhet mjaft i madh. Ka interpretimin relacional, ku vetit kuantike janë relative ndaj vëzhguesit. Çdo interpretim ka mbështetësitë e tij dhe asnjë eksperiment deri më tani nuk ka mundur t'i dalojë ata në mënyrë përfundimtare. Por ja çfarë din të gjithë. Realiteti në nivelin themelor nuk është ajo që duket. Ai nuk është i bërë nga objekte të ngurta me veti të përcaktuara. Ai është i bërë nga fusha probabiliteti, nga valë që ndërhyjnë, nga grinca që janë të ngaterruar në mënyra që sfidojnë hapësirën dhe kohën. Dhe në një mënyrë të thellë, vëzhguesi është pjesë e sistemit. Ju nuk jeni thjesht duke parë realitetin, ju jeni duke marrë pjesë në krijimin e tij. Tani le të flasim për diçka që do t'ju bëjë të rivlerësoni çdo gjë që mendoni se e dini për kohën. Sepse nëse mekanika kuantike është e çuditshme në hapësirë, ajo është edhe më e çuditshme në kohë. Në vitin 2007, një ekip fizikanësh në Universitetin Hebre të Jerusalemit, i udhëhequr nga Eyahu Aharonov, kreu një eksperiment që duket se shkel çdo ligj të shkaksisë. Ata e quajtën atë zgjedhja e vonuar kuantike. Ja se si funksionon. Imagjinoni eksperimentin e dy qarve përsëri. Por tani, në vend që të vendosni detektorët përpara se fotoni të kalojë në përvrimat, ju i vendosni ata pas. Ju lëshoni fotonin, ai kalon në përvrimat, ai tashmë ka vendosur nëse të sillet si val apo si grimc. Dhe pastaj, pasi ai ka kaluar, ju vendosni nëse të matni nga cila vrim kaloi. Fizika klasike do të thoshte se vendimi juaj nuk mund të ndikojë në atë që tashmë ka ndodhur. Por mekanika kuantike thot diçka tjetër. Vendimi juaj në të tashmen ndikon në sjelljen e fotonit në të kaluarën. Kur ekipi i Aharonovit kreu këtë eksperiment, rezultatet ishin të qarta. Nëse ata vendosnin të matnin rrugën, fotoni silej si grimc, edhe pse vendimi për të qenë grimc duhet ishte marrë përpara se matja të ishte e mundur. Nëse ata nuk matnin rrugën, fotoni silej si val. Ishte sikur fotoni dinte se çfarë do të bënit në të ardhmen dhe përshtaste sjelljen e tij në të kaluarën. Kjo nuk është udhëtim në kohë në kuptimin tradicional, por është diçka po aq e çuditshme, shkaksisë retroaktive kuantike. Në vitin 2015, fizikanët australianë në Universitetin Kombëtar Australian të udhëhequr nga Andrew Trushcott e quan këtë eksperiment një hap më tej. Ata përdorën atome heliumi në vend të fotoneve. Ata krijuan një situatë ku atomi kalonte nëpër një labirint të rrugëve të mundshme.
dhe ata vendosnin se cilën rrugë të matnin vetëm pasi atomi kishte kaluar. Rezultati ishte i njëjtë. Vendimi i tyre në të tashmen ndikonte në sjelljen e atomit në të kaluarën. Ishte sikur e ardhmja po dërgonte informacion mbrapsht në kohë. Por çfarë kjo do të thotë për natyrën e kohës? Nëse e ardhmja mund të ndikojë në të kaluarën në nivelin kuantik, atëherë koha nuk është një lumë që rrjedh në një drejtim. Ajo është diçka më komplekse, më e ndërthurur. Disa fizikanë, si Carlos Rovelli, argumentojnë se koha nuk është një tipar themelor i realitetit fare. Ajo është një iluzion që lind nga ignoranca jonë për gjendjen e plot kuantike të universit. Në nivelin më themelor nuk ka tani dhe atëherë. Ka vetëm një rrjet i ndërthurur i ngjarjeve kuantike, ku shkaku dhe pasoja janë më pak të qarta se sa duken. Le të shkojmë edhe më thellë. Le të flasim për diçka që quhet efekti Zenon kuantik. Emri vjen nga paradoksi i Zenonit, filozofit grek antik, që argumentonte se lëvizja është e pamundur, sepse një shigjet që fluturon është e palëvishme në çdo moment. Në mekanikën kuantike ka një version real të këtij paradoksi. Nëse ju vëzgoni një sistem kuantik vazhdimisht, ju mund ta ndaloni atë nga ndryshimi. Ja se si funksionon. Imagjinoni një atom radioaktiv që ka një shans të caktuar për të zbërthyer çdo sekond. Nëse ju e lini vetëm, ai do të zbërthehet sipas probabilitetit të tij natyror. Por nëse ju e matni çdo milisekond për të parë nëse ka zbërthyer, diçka e çuditshme ndodh. Çdo matje e kthen atomin në gjendjen e tij fillestare. Është sikur ju po e rivendosni atë çdo herë që e shikoni. Dhe nëse ju e matni mjaft shpejt, atomi nuk do të zbërthehet kurrë. Vëzhgjimi i vazhdueshëm e ngrin në vend. Kjo nuk është teori. Kjo është provuar në laborator. Në vitin 1990, fizikanët në Institutin Kombëtar të Standardeve dhe Teknologjisë në Washington demonstruan efektin Zenon kuantik me jone të kapura. Ata treguan se matjet e shpeshta mund të ngadalsojnë ose edhe të ndalojnë plotësisht tranzicionet kuantike. Në vitin 2001, një ekip në Universitetin e Tokios e përsëriti eksperimentin me atome të ftohta dhe gjeti të njëjtin rezultat. Vëzhgjimi nuk është pasiv. Ai ndikon aktivisht në sistemin që po vëzhgoni. Tani mendoni për implikimet. Nëse vëzhgjimi mund të ndryshojë sjelljen e grincave, atëherë çfarë është një vëzhgim? A duhet të jetë një qenie njerëzore? A mund të jetë një makinë? A mund të jetë një atom tjetër? Kjo pyetje ka ndarë fizikanët për dekada. Disa, si Eugen Wigner, argumentuan se vetëdia është thelbësore për kolapsimin e valës. Ai propozoi një eksperiment mendor të quajtur miku i Wignerit, ku një vëzhgues vëzhgon një vëzhgues tjetër që po kryen një matje kuantike. Kush shkakton kolapsimin? Vëzhguesi i parë apo i dyti? Në vitin 2019, fizikanët në Universitetin Heriot-Watt në Edinburgh realizuan një version eksperimental të mikut të Wignerit duke përdorur fotone të ngaterruar. Rezultatet ishin shqetësuese. Ata treguan se dy vëzhgues mund të kenë përvojë të ndryshme të së njëjtës ngjarje kuantike dhe të dyja përvojat janë po aq të vlefshme. Nuk ka një realitet objektiv që të gjithë vëzhguesit bien dakord. Realiteti është relacional, i varur nga perspektiva e vëzhguesit. Por le të largohemi nga laboratori dhe të shikojmë universin, sepse nëse mekanika kuantike qeveris grimcat, ajo duhet të qeveris gjithçka. Dhe kjo do të thotë se universi vetë mund të jetë një sistem kuantik gjigant. Kjo ide quhet kozmologjia kuantike dhe ajo ngre pyetje që janë edhe më të çuditshme se macja e Schrödingerit. Në vitin 1983, fizikani Stephen Hawking dhe James Hartle propozuan funksionin e valës së universit. Ata argumentuan se universi nuk ka një gjendje fillestare të vetme. Në vend të kësaj, ai ekziston në një superpozicion të gjitha gjendeve të mundshme fillestare. Vetëm kur ne e vëzhgojmë universin, ne zgjedhim një histori të veçantë nga të gjitha historitë e mundshme. Kjo do të thotë se Big Bangu nuk ishte një ngjarje e vetme. Ai ishte një superpozicion i të gjitha mënyrave të mundshme që universi mund të kishte filluar. Kjo tingëllon si filozofi e çmendur, por ajo ka pasoja të testueshme. Nëse universi është në superpozicion, atëherë disa veti të tij, si shpërndarja e galaktikave ose fluktuacionet në rrezatimin kozmik të sfondit,
duhet të tregojnë shenja të ndërhyrjes kuantike. Deri më tani, vëzhgjimet janë të paqarta, por teleskopët e rinj, si teleskopi James Webb, po mbledhin të dhëna që mund të testojnë këto parashikime. Le të flasim tani për diçka që lidh të gjitha këto ide së bashku, informacioni kuantik. Në fizikën klasike, informacioni është diçka që mund të kopjohet, të fsihet, të humbë. Por në mekanikën kuantike, informacioni është themelor. Ai nuk mund të shkatërrohet. Kjo quhet teorema e moskopimit kuantik dhe parimi I ruajtjes së informacionit kuantik. Dhe ato kanë pasoja të thella. Në vitin 1975, Stephen Hawking propozoi një paradoks të famshëm. Ai argumentoi se vrimat e zeza shkatërrojnë informacionin. Kur diçka bie në një vrim të zezë, të gjitha vetit e saj kuantike humbasin. Por kjo do të thoshte se mekanika kuantike është e gabuar, sepse ajo thot se informacioni nuk mund të shkatërrohet. Paradoksi I informacionit të vrimës së zezë u bë një nga problemet më të mëdha në fizikën teorike. Për dekada, fizikanët u përpoqën ta zgjidhnin. Disa, si Leonard Susskind dhe Gerard Hooft, propozuan _11_. Ata argumentuan se e gjithë informacioni brenda një vrime të zezë është I koduar në sipërfaqen e saj, në horizontin e ngjarjeve. Është si një hologram, ku një imazh tredimensional është I koduar në një sipërfaqe dydimensionale. Kjo do të thoshte se universi ynë tredimensional mund të jetë një projekcion I informacionit të koduar në një sipërfaqe dydimensionale, në skajin e universit. Kjo tingëllon si shkencë fantazi, por ajo ka mbështetje matematikore të fortë. Në vitin 1997, fizikani Juan Maldacena zbuloi një lidhje të saktë matematikore midis një teorie graviteti në një hapësirë dhe një teorie kuantike në kufirin e asaj hapësire. Kjo quhet __40_. Dhe ajo është një nga zbulimet më të rëndësishme në fizikën teorike të dekadave të fundit. Ajo sugjeron se graviteti dhe mekanika kuantike nuk janë teori të ndara, por dy përshkrime të së njëjtës realiteti themelore. Por le të kthehemi te ju, sepse e gjithë kjo nuk është vetëm teori abstrakte. Ajo ka pasoja për mënyrën se si ju përjetoni realitetin. Çdo atom në trupin tuaj është një sistem kuantik. Çdo elektron në qilizat tuaja është në superpozicion derisa ndërvepron me mjedisin. Çdo foton që godet retinën tuaj ka u vëtuar si val dhe është kolapsuar si grimc. Ju jeni një koleksion I triliona ngjarjeve kuantike që ndodhin çdo sekond. Dhe ja ku bëhet vërtet interesante. Disa procese biologjike duket se përdorin efekte kuantike. Fotosinteza, procesi ku bimët kthejnë dritën e diellit në energji kimike, duket se përdor koherencën kuantike për të transferuar energjinë me efikasitet pothuajse perfekt. Në vitin 2007, fizikanet në Universitetet e Kalifornisë në Berkeley zbuluan se molekulat e fotosintezes ruajnë superpozicionin kuantik për kohë shumë më të gjata se sa pritej. Energjia nuk udhton në një rrugë të vetme nga antena deri te qendra e reaksionit. Ajo udhton në të gjitha rrugët e mundshme njëkohësisht dhe rrugën më efikase. Kjo nuk është e vetmja. Disa shkencëtarë argumentojnë se nuhatja mund të jetë një proces kuantik. Teoria tradicionale thot se ne nuhasim molekulat bazuar në formën e tyre, si një qelës që përshtatet në një druj. Por disa eksperimente sugjerojnë se ne mund të nuhasim bazuar në frekuencat e dridhjes molekulare, një proces që kërkon tunelim kuantik. Në vitin 2013, biofizikani Luca Turin dhe kolegët e tij publikuan prova që mbështesin këtë teori. Nëse është e saktë, kjo do të thoshte se çdo herë që nuhasni një lule, ju po përjetoni një fenomen kuantik. Dhe pastaj ka pyetjen më të madhe. A është vetëdia një fenomen kuantik? Në vitet 90, fizikani Rocher Penrose dhe anesteziologu Stuart Hameroff propozuan një teori të quajtur __42 ose OR. Ata argumentuan se vetëdia lind nga kolapsimi I valës kuantike në strukturat e quajtura mikrotubula brenda neuroneve. Kjo teori është shumë kontroverse.
Shumica e neuroshkencëtarëve janë skeptik, por disa eksperimente të fundit kanë gjetur prova për koherencë kuantike në trurin e gjallë. Në vitin 2021, një ekip në Institutin e Teknologjisë Trinity në Dublin raportoi se ata kishin zbuluar ngaterresë kuantike në lëngjet cerebrospinale të trurit njerëzor. Nëse kjo konfirmohet, do të ishte prova e parë direkte se truri përdor efekte kuantike. Por edhe nëse vetëdia nuk është kuantike në mënyrë direkte, fakti që truri është i bërë nga atome që ndjekin ligjet kuantike, do të thotë se në një kuptim të thellë, ju jeni një qenie kuantike. Tani le të flasim për teknologjinë që po ndërtohet bazuar në këto parime. Kompjuterët kuantik nuk janë më shkencë fantazi, ata janë realitet. Në vitin 2023, kompjuterat kuantik të kompanive si IBM, Google dhe IQ arriten të kryejnë llogaritje që do t'i merrnin kompjuterëve klasik mijëra vjet. Ata përdorin superpozicionin dhe ngaterresën për të përpunuar informacion në mënyra që janë të pamundura për kompjuterët klasik. Një qubit, njësia bazë e informacionit kuantik, nuk është vetëm 0 ose 1. Ai është 0 dhe 1 njëkohësisht, derisa të matet. Kjo do të thotë se një kompjuter kuantik me 50 kubite mund të përpunojë 1 kuadrilion gjendje njëkohësisht. Një kompjuter me 300 kubite mund të përpunojë më shumë gjendje se sa ka atome në universin e dukshëm. Kjo është fuci e pabesueshme dhe ajo po hap mundësi të reja në kriptografi, zbulimin e barnave, inteligjencën artificiale dhe simulimin e sistemeve komplekse. Por ka një problem. Kompjuterët kuantik janë jashtëzakonisht të brisht. Çdo ndërveprim me mjedisin, çdo foton i humbur, çdo dridhje termike mund të shkatërrojë superpozicionin dhe të shkaktojë gabime. Kjo quhet dekoherencë dhe është armiku kryesor i llogaritjes kuantike. Për ta kapërcyer këtë, inxhinierët po zhvillojnë kode korrigjimi të gabimeve kuantike, teknika që përdorin kubite shtesë për të zbuluar dhe korrigjuar gabimet pa shkatërruar superpozicionin. Në vitin 2024, Google njoftoi se kishte arritur një kufi të quajtur epërsia kuantike e korrigjuar nga gabimet. Kjo do të thotë se kompjuteri i tyre kuantik mund të kryejë llogaritje të dobishme me më pak gabime se sa një kompjuter klasik. Kjo është një hap i madh drejt kompjuterëve kuantik praktik që mund të zgjidhin probleme reale. Por teknologjia kuantike nuk është vetëm për llogaritje. Ajo po revolucionarizon komunikimin. Kriptografia kuantike përdor ngaterresën për të krijuar kanale komunikimi që janë teorikisht të paprekshme. Nëse dikush përpiqet të përgjojë një mesazh kuantik, ai do ta shkatërrojë superpozicionin dhe do të zbulohet menjëherë. Në vitin 2022, Kina lancoi një rrjet komunikimi kuantik që shtrihet mbi 2000 kilometra, duke lidhur Pekin me Shangaj. Ky është fillimi i një interneti kuantik global që mund të jetë plotësisht i sigurt. Ka edhe aplikime të tjera. Sensorët kuantik përdorin ngaterresën për të matur fusha magnetike, graviteti dhe kohën me saktësi të paparë. Ata po përdoren për të zbuluar minerale nën tokë, për të naviguar pa GPS, për të zbuluar sëmundje në fazat e hershme. Imazherit kuantike mund të shohin nëpër mjegull, tym dhe inde biologjike. Simulatorët kuantik po përdoren për të studiuar materiale të reja, reaksione kimike dhe madje edhe vet universin. Por le të ndalemi dhe të mendojmë për atë që kjo do të thotë për të ardhmen. Nëse ne mund të kontrollojmë dhe manipulojmë sistemet kuantike, ne mund të ndërtojmë teknologji që sot duken si magji. Teleportimi kuantik, ku gjendja e një grimce transferohet menjëherë në një grimc tjetër në distancë, tashmë është demonstruar në laborator. Në vitin 2020, shkencëtarët kinez teleportuan një gjendje kuantike nga toka në një satelit në hapësirë, në një distancë mbi 500 kilometra. Kjo nuk është teleportim i materjes, por është teleportim i informacionit, dhe ajo mund të jetë themeli i një interneti kuantik global. Ka edhe ide më radikale. Disa fizikan po eksplorojnë mundësinë e makinave kohore kuantike. Nëse shkakësia mund të jetë retroaktive në nivelin kuantik, a mund të ndërtohet një pajisje që dërgon informacion mbrapsht në kohë? Deri më tani kjo është spekulim i pastër, por ligjet e mekanikës kuantike nuk e ndalojnë atë në mënyrë absolute. Ka zgjidhjet e ekuacioneve të relativitetit të përgjithshëm që lejojnë kurba kohore të mbyllura,
dhe disa fizikan po studiojnë nëse këto mund të kombinohen me efekte kuantike për të krijuar një makinë kohore. Por edhe pa makina kohore, mekanika kuantike po ndryshon mënyrën se si mendojmë për realitetin. Ajo po na tregon se universi nuk është një makinë e parashikueshme e orës, por një rrjet i ndërthurur i mundësive. Ajo po na tregon se vëzhguesi nuk është i ndarë nga realiteti, por është pjesë integrale e tij. Ajo po na tregon se informacioni është më themelor se materia dhe energjia. Dhe kjo na çon te një pyetje që është edhe shkencore edhe filozofike. Çfarë është realiteti? A është ai një gjë objektive që ekziston pavarësisht nga ne? Apo është ai një konstrukt që lind nga ndërveprimet tona me universin? Mekanika kuantike sugjeron të dytën. Ajo thotë se realiteti nuk është një fakt i dhënë, por një proces i vazhdueshëm i krijimit, ku çdo vëzhgim, çdo matje, çdo ndërveprim kontribuon në atë që ne e quajmë botën reale. Kjo nuk do të thotë se realiteti është një iluzion. Ajo do të thotë se realiteti është më i pasur, më kompleks, më i ndërthurur se sa ne kemi imagjinuar ndonjëherë. Ajo do të thotë se ne nuk jemi thjesht spektator pasiv të një drame kozmike, por pjesëmarrës aktiv në krijimin e saj. Çdo zgjedhje që bëjmë, çdo vëzhgim që kryejmë, çdo mendim që kemi, është një ngjarje kuantike që kontribuon në pëllhurën e realitetit. Dhe kjo na sjell te një realizim i thellë. Ju nuk jeni të ndarë nga universi. Ju jeni universi që po bëhet i vetëdijshëm për veten. Çdo atom në trupin tuaj u krijua në zemrën e një ylli që vdiq miliarda vjet më parë. Çdo elektron që rrotullohet në qelizat tuaja ka ekzistuar që nga Big Bangu. Ju jeni një model i përkohshëm i organizuar i materjes dhe energjisë, një val në oqeanin kozmik që po përjeton veten për një moment të shkurtër para se të kthehet në oqean. Por ajo val nuk është e parëndësishme. Ajo është unike. Ajo është e pazvendësueshme. Ajo është një mënyrë që universi po eksploron mundësitë e veta, dhe nëse interpretimi i shumë botëve është i saktë, atëherë çdo version i mundshëm i jush po jeton në një univers paralel. Çdo zgjedhje që nuk bët këtu, u bë diku tjetër. Çdo ëndër që nuk realizuat këtu, po realizohet në një deg tjetër të realitetit. Kjo nuk është ngushëllim. Kjo është një fakt i mekanikës kuantike. Dhe ajo na jep një perspektivë të re për jetën. Nëse çdo mundësi po realizohet diku, atëherë pyetja nuk është çfarë mund të kem qenë, por çfarë po zgjedh të jem në këtë deg të realitetit. Ju nuk jeni viktime rrethanave. Ju jeni një agent kuantik që po krijon realitetin tuaj me çdo zgjedhje, me çdo vëzhgim, me çdo akt të vetëdijes. Dhe kjo na sjell te një pyetje që është eve më e thellë. Nëse realiteti është probabilistik, nëse e ardhmja nuk është e përcaktuar, atëherë çfarë është qëllimi? Pse universi ekziston? Pse ka diçka në vend ta zgjoje? Mekanika kuantike nuk na jep një përgjigje të drejtë për drejtë, por ajo na jep një mjet për ta eksploruar pyetjen. Ajo na tregon se universi nuk është statik, por dinamik. Ai nuk është i plot, por po bëhet. Ai nuk është i përcaktuar, por i hapur ndaj mundësive të pafundme. Dhe ndoshta, ky është qëllimi. Ndoshta universi ekziston për të eksploruar të gjitha mundësitë e veta. Ndoshta çdo grimc, çdo atom, çdo qenie e gjallë, çdo vetdije është një mënyrë që universi po përpiqet të kuptojë veten. Ndoshta ne nuk jemi thjesht produkte të universit, por instrumentet e tij të vetzbulimit. Kjo është një ide që gjendet në kryqëzimin e shkencës dhe filozofisë. Ajo nuk mund të provohet ose të hidhet poshtë me eksperimente, por ajo është në përputhje me atë që mekanika kuantike na tregon për natyrën e realitetit. Ajo na jep një kornizë për të kuptuar vendin ton në kozmos, jo si të huaj në një univers të huaj, por si pjesë integrale e një procesi kozmik të vetë organizimit dhe vetë zbulimit. Dhe kjo na sjell mbrapa te fillimi. Macja e Schrödingerit nuk është vetëm një paradoks. Ajo është një pasqyrë që reflekton natyrën tonë. Ne jemi të gjithë macet e Schrödingerit, duke ekzistuar në superpozicione të mundësive derisa bëjmë një zgjedhje, derisa marrim një vëzhgim, derisa veprojmë. Dhe në atë moment, realiteti kolapson në një gjendje të caktuar, jo sepse ishte gjithmonë atje, por sepse ne e krijuam atë me aktin ton të vëzhgjimit.
Kjo është fuqia dhe përgjithësia e të qenit një qenie e vetëdijshme në një univers kuantik. Ju nuk jeni thjesht duke zbuluar realitetin, ju jeni duke e krijuar atë. Çdo mendim, çdo zgjedhje, çdo veprim është një ngjarje kuantike që kontribuon në pëllhurën e ekzistencës. Dhe nëse kjo është e vërtetë, atëherë pyetja më e rëndësishme që mund të bëni nuk është çfarë është realiteti, por çfarë realiteti dua të krijoj. Tani le të flasim për diçka që do t'ju bëjë të ndaloni dhe të mendoni nëse gjithçka që keni besuar për realitetin është thjesht një iluzion i rehatshëm. Sepse ka një eksperiment që u krye në vitin 2022 në Institutin e Optikës Kuantike në Vjenë që nuk lë vend për dyshim. Realiteti objektiv, në kuptimin që ne e kemi kuptuar për mijëra vjet, nuk ekziston. Eksperimenti quhet UQUOTE29. Emri është teknik, por ajo që zbuloi është revolucionare. Një ekip i udhëhequr nga fizikani Massimiliano Proietti krijoi një situatë ku dy vëzhgues të pavarur matën të njëjtin sistem kuantik. Sipas fizikës klasike, të dy vëzhguesit duhet të bien dakord për atë që ndodhi, por nuk ranë dakord. Të dy kishin të dhëna të vlefshme, të dy kishin matje të sakta, por përvojat e tyre ishin të papajtueshme. Ishte sikur secili prej tyre jetonte në një realitet të ndryshëm. Kjo nuk ishte një gabim eksperimental. Kjo nuk ishte një anomali. Kjo ishte një demonstrim i drejt për drejt i diçkaje që fizikanët e kanë dyshuar për dekada. Realiteti nuk është një gjë absolute që të gjithë e ndajnë. Ai është relacional, i varur nga perspektiva e vëzhguesit. Ju dhe unë mund të shikojmë të njëjtin ngjarje kuantike dhe të kemi përvojë fundamentalisht të ndryshme. Dhe të dyja përvojat janë po aq të vërteta. Por le të shkojmë edhe më thellë, sepse ka një pyetje që askush nuk do ta prek. Nëse realiteti është relacional, nëse ai varet nga vëzhguesi, atëherë çfarë ndodh kur nuk ka vëzhgues? A ekziston hëna kur askush nuk po e shikon? Einsteini e bëri këtë pyetje në mënyrë retorike, duke menduar se përgjigjja ishte e qartë. Por mekanika kuantike thot diçka shqetësuese. Pa një vëzhgim, hëna ekziston në një superpozicion të të gjitha gjendeve të mundshme. Ajo është kudo dhe askund derisa dikush e shikon. Kjo tingëllon absurde, por le të shikojmë se çfarë na tregojnë eksperimentet. Në vitin 2023, një ekip në Universitetin e Kalifornisë në Santa Barbara, i udhëhequr nga fizikani John Martinis, krijoi një sistem kuantik makroskopik që përbëhej nga 1 miliard atome alumini. Ata e ftohën atë në temperaturën më të ulët të mundshme, vetëm disa mita të shkallës mbi zero absolute. Dhe pastaj, ata e vunë atë në superpozicion. 1 miliard atome, një objekt që mund të shihej me sy të lirë nëse do të ishte në temperaturë normale, ekzistonte në 2 gjendje njëkohësisht. Kur ata e matën, sistemi kolapsoi në një gjendje, por ja ku bëhet interesante. Ata përsëritën eksperimentin mijëra herë dhe çdo herë rezultati ishte probabilistik. Nuk ishte mënyrë për të parashikuar se në cilën gjendje do të kolapsonte. Ishte sikur universi po hidhte një zar në çdo matje. Dhe kjo nuk ishte për shkak të ignorancës son. Kjo ishte për shkak se para matjes të dyja gjendjet ishin po aq reale. Realiteti nuk ishte i përcaktuar, derisa akti i vëzhgjimit e detyroi të zgjidhte. Tani le të flasim për diçka që do t'ju bëjë të rivlerësoni çdo gjë që mendoni se e dini për shkaksinë. Në vitin 2024, fizikanët në Universitetin e Tokios, të udhëhequr nga Akira Furusawa, kryen një eksperiment që demonstroi atë që quhet shkaksi jo lokale. Ata krijuan 2 grimca të ngaterrura dhe i dërguan ato në 2 laborator të ndryshëm, në distancë vjetra kilometra. Pastaj ata matën njërin grimc. Në momentin që e bën këtë, grimca tjetër dinte menjëherë se çfarë kishte ndodhur, edhe pse asnjë sinjal nuk mund të kishte udhëtuar midis tyre më shpejt se drita. Por ja ku bëhet vërtet e çuditshme. Ata zbuluan se rendiqja e matjeve nuk kishte rëndësi. Nëse ata matnin grimcën A para grimcës B, rezultati ishte i njëjtë sikur të kishin matur grimcën B para grimcës A. Ishte sikur shkaku dhe pasoja ishin të ndërthurur, sikur koha nuk kishte një drejtim të qartë në nivelin kuantik. Kjo nuk është udhëtim në kohë.
kjo është diçka më e thellë, një shfaqje e faktit se koha vet mund të jetë një iluzion që lind nga perspektiva jon e kufizuar. Le të ndalemi këtu dhe të mendojmë për atë që kjo do të thotë. Nëse shkaku dhe pasoja nuk janë absolute, nëse koha nuk rrjedh në një drejtim të vetëm në nivelin themelor, atëherë çfarë është koha? Fizikani Carlo Rovelli, në librin e tij Renditja e kohës, argumenton se koha nuk është një tipar themelor i universit. Ajo është një fenomen emergjent që lind nga ignoranca jon për gjendjen e plot kuantike të sistemit. Në nivelin më themelor, nuk ka tani dhe atëherë. Ka vetëm një rrjet i ndërthurur i ngjarjeve kuantike, ku çdo ngjarje është e lidhur me çdo ngjarje tjetër në mënyra që sfidojnë intuicionin ton. Por le të shkojmë edhe më tej. Le të flasim për diçka që quhet paradoksi i informacionit të zezë të vrims. Për 50 vjet, ky paradoks ka qenë një gjemb në krah të fizikës teorike. Problemi është ky. Sipas relativitetit të përgjithshëm, asgjë nuk mund të shpëtojë nga një vrim e zezë. Por sipas mekanikës kuantike, informacioni nuk mund të shkatërrohet. Kështu që çfarë ndodh me informacionin kur diçka bie në një vrim të zezë? A shkatërohet ai duke shkelur mekanikën kuantike? Apo shpëton ai duke shkelur relativitetin e përgjithshëm? Për dekada, kjo dukej si një kontradikt e pasgjithshme. Por në vitin 2020, një grup fizikanësh, duke përfshirë Jeff Pennington, Steven Shenker, Douglas Stanford dhe Zhenjie Yang, publikuan një seri artikujsh që propozuan një zgjidhje. Ata treguan se informacioni nuk humbet. Ai është i koduar në rrezatimin Hawking, që lëshohet nga vrim e zezë. Por ja ku bëhet e çuditshme. Informacioni është i koduar në një mënyrë që është fundamentalisht jo lokale. Ai nuk është në një vend të vetëm. Ai është i shpërndar në të gjithë rrezatimin, në një mënyrë që kërkon ngatërres kuantike për ta kuptuar. Kjo zgjidhje kërkon diçka që quhet ishuj entropie. Në thelb, sipërfaqja e vrimës së zezë dhe rrezatimi Hawking janë të ngatëruar në një mënyrë që informacioni është i ndarë midis tyre. Kur ju llogaritni entropinë e rrezatimit, ju duhet të përfshini kontributin nga sipërfaqja e vrimës së zezë. Kjo është një ide e çuditshme, por ajo është në përputhje me parimin holografik. E gjithë informacioni brenda një vrime të zezë është i koduar në sipërfaqen e saj. Por le të mendojmë për atë që kjo do të thotë për natyrën e hapësirës. Nëse informacioni është themelor dhe hapësira është e koduar në sipërfaqe, atëherë hapësira vet mund të jetë një fenomen emergjent. Ajo mund të mos jetë një gjë themelore, por diçka që lind nga ndërveprimet e informacionit kuantik. Kjo ide quhet hapësira nga ngatërresa, dhe ajo është një nga idet më radikale në fizikën moderne. Në vitin 2013, fizikani Mark van Ramsdonk publikoi një artikull që tregoi se në disa modele teorike, hapësira gjeometrike lind nga ngatërresa kuantike. Nëse dy rajonet e hapësirës janë të ngatërrura, ato janë të lidhura. Nëse ngatërresa prishet, hapësira ndahet. Kjo do të thotë se pëllhura e hapësirës, vetë gjëja që ne e perceptojmë si realitetin fizik, mund të jetë një manifestim i marrëdhënieve kuantike midis informacionit. Tani le të flasim për diçka që lidh të gjitha këto ide së bashku, parimi holografik. Kjo ide e propozuar për herë të parë nga Gerard Hooft dhe Leonard Susskind në vitet 90, thotë se e gjithë informacioni i përmbajtur në një vëllim të hapësirës mund të përshkruhet nga informacioni i koduar në kufirin e atij vëllimi. Është si një hologram, ku një imazh tridimensional është i koduar në një sipërfaqe dydimensionale. Por kjo nuk është vetëm një analogji. Kjo është një parim themelor i fizikës teorike. Në vitin 1997, Juan Maldacena zbuloi një lidhje të saktë matematikore midis një teorie graviteti në një hapësirë 5-dimensionale dhe një teori kuantike në kufirin 4-dimensional të asaj hapësire. Kjo quhet korespondenca ADS, shtypje CFT. Dhe ajo është një nga zbulimet më të rëndësishme në fizikën teorike të dekadave të fundit. Çfarë kjo do të thotë? Është shqetësuese. Universi ynë tridimensional mund të jetë një projekcion holografik i informacionit të koduar në një sipërfaqe dydimensionale në skajin e universit. Ju, unë, yjet, galaktikat, gjithçka që shohim,
mund të jetë një hologram. Kjo nuk do të thotë se realiteti është një iluzion. Kjo do të thotë se realiteti është më i pasur se sa duket. Ai ka më shumë struktura, më shumë shtresa se sa mund të perceptojmë drejt për drejt. Por le të shkojmë edhe më thellë. Le të flasim për diçka që quhet _quote_38_. Nëse hapësira dhe koha janë emergjente, nëse ato lindin nga diçka më themelore, atëherë çfarë është ajo gjë më themelore? Disa fizikan, si Nima Arkani Hamed, argumentojnë se është informacioni kuantik. Të tjerë, si Lee Smolin, argumentojnë se është një rrjet i marrëdhënieve shkaksore. Të tjerë ende, si Carlo Rovelli, argumentojnë se është një rrjet i ngjarjeve kuantike pa një hapësirë ose kohë të paracaktuar. Në vitin 2025, një grup fizikanësh në Institutin e Studimeve të Avancuara në Princeton publikuan një artikull që propozoi një model konkret se si hapësira mund të lindë nga ngateresa kuantike. Ata treguan se në një rrjet të grimcave të ngaterrura, distanca gjeometrike midis dy pikave korespondon me sasinë e ngateresës midis tyre. Sa më shumë të ngaterrura të jenë dy rajone, aq më afër janë ato në hapësirë. Kjo do të thotë se hapësira nuk është një skenë e paracaktuar ku ndodhin ngjarjet. Ajo është një pasojë e marrëdhënieve kuantike midis ngjarjeve. Tani le të flasim për skeptikët, sepse çdo herë që flasim për këto ide, ka njerëz që thonë: "Por ja ku bëhet interesante. Këto nuk janë vetëm spekulime filozofike. Këto janë parashikime të testueshme." Për shembull, nëse parimi holografik është i saktë, atëherë duhet të ketë një kufi në sasinë e informacionit që mund të përmbajë një rajon i hapësirës. Ky kufi quhet _quote_2z_. Dhe ai thotë se informacioni maksimal në një rajon është proporcional në sipërfaqen e kufirit të tij, jo me vëllimin. Kjo tingëllon abstrakte, por ajo ka pasoja të testueshme. Nëse ne mund të krijojmë një sistem mjaft të dendur me informacion, ne duhet të shohim efekte që devijojnë nga fizika klasike. Në vitin 2024, një ekip në Universitetin e Harvardit, i udhëhequr nga fizikani Mihail Lukin, krijoi një sistem kuantik me mbi 300 kubite të ngaterruar. Ata matën entropinë e ngaterresës dhe zbuluan se ajo ndiqte pikërisht parashikimet e parimit holografik. Kjo ishte prova e parë eksperimentale direkte se parimi holografik nuk është vetëm një ide teorike, por një tipar real i natyrës. Por le të flasim për diçka edhe më radikale. Disa fizikan po propozojnë se universi vet mund të jetë një kompjuter kuantik gjigant. Kjo ide, e quajtur UQUOTE, undërkori 4.1, thotë se çdo grimc, çdo ndërveprim, çdo ngjarje në univers është një llogaritje. Universi nuk është vetëm duke ndjekur ligje fizike, ai është duke përpunuar informacion. Në vitin 2022, fizikani Seth Lloyd në MIT publikoi një artikull që llogariti fuqinë llogaritëse të universit. Ai zbuloi se që nga Big Bangu, universi ka kryer rreth 10 në fuqinë 120 operacione kuantike. Kjo është një numër i pabesueshëm, shumë më i madh se numri i atomeve në universin e dukshëm. Çdo grimc, çdo foton, çdo ndërveprim është një bit i informacionit që po përpunohet nga kompjuteri kozmik. Por nëse universi është një kompjuter, kush e programoi atë? Kjo pyetje na çon në territorin e filozofisë dhe teologjisë. Disa shkencëtarë, si fizikani Max Tegmark, argumentojnë se universi nuk ka nevojë për një programues. Ai është thjesht një strukturë matematikore që ekziston në mënyrë të pavarur. Të tjerë, si filozofi Nick Bostrom, argumentojnë se ne mund të jetojmë në një simulim të krijuar nga një qytetërim i avancuar. Të tjerë ende argumentojnë se pyetja është pa kuptim, sepse universit nuk ka asgjë. Por le të kthehemi te diçka që mund të testojmë. Nëse universi është një kompjuter kuantik, atëherë duhet të ketë një kufi në saktësinë e llogaritjeve të tij. Ky kufi quhet quote 14 dhe quote 14, shkallët më të vogla të kohës dhe hapësirës ku ligjet e fizikës klasike prishen. Në këto shkallë, hapësira dhe koha bëhen të kuantizuara, të ndara në njësi diskrete si pikslet në një ekran. Në vitin 2023, një ekip në Observatorin Evropian Jugor në Kili përdori teleskopin shumë të madh për të kërkuar shenja të kuantizimit të hapësirës.
Ata studuan dritëm nga kuazar të largët, objekte aq të largët sa drita e tyre ka udhëtuar për miliarda vjet për të arritur tek ne. Nëse hapësira është e kuantizuar, drita duhet të tregojë shtrembërime të vogla që varen nga energjia e saj. Deri më tani, ata nuk kanë gjetur asnjë shenjë të kuantizimit. Por kjo nuk do të thotë se ai nuk ekziston. Ajo thjesht do të thotë se nëse ekziston, ai është në një shkallë edhe më të vogël se sa mund të matim aktualisht. Tani le të flasim për diçka që lidh të gjitha këto ide me përvojën tonë të përditshme, vetdijen. Sepse nëse realiteti është kuantik, nëse vëzhguesi luan një rol themelor në krijimin e realitetit, atëherë çfarë është vëzhgimi? Çfarë është vetdia? A është ajo një fenomen kuantik? Kjo pyetje ka ndarë shkencëtarët për dekada. Shumica e neuroshkencëtarëve argumentojnë se vetdia është një fenomen klasik që lind nga aktiviteti i neuroneve në tru. Por disa fizikanë, si Roger Penrose dhe Stuart Hameroff, argumentojnë se vetdia kërkon efekte kuantike. Teoria e tyre, e quajtur orkestrimi reduktuar objektiv ose ORC-OR, thotë se vetdia lind nga kolapsimi i valës kuantike në strukturat e quajtura mikrotubula brenda neuroneve. Kjo teori është shumë kontroverse. Kritikët argumentojnë se truri është shumë i ngrohtë dhe i lagësht për të mbështetur koherencë kuantike. Dekoherenca do të shkatëronte çdo superpozicion në një kohë shumë më të shkurtër se sa koha që nevojitet për një mendim. Por në vitet e fundit, disa eksperimente kanë gjetur prova për efekte kuantike në sistemet biologjike që ishin menduar të ishin shumë të ngrohta. Në vitin 2021, një ekip në Institutin e Teknologjisë Trinity në Dublin raportoi se ata kishin zbuluar nga teres kuantike në lëngjet cerebrospinale të trurit njerëzor. Në vitin 2024, një ekip në Universitetin e Oxfordit zbuloi se mikrotubulat mund të mbështesin superpozicione kuantike për kohë shumë më të gjata se sa pritej, fal një mekanizmi mbrojtës që quhet UQUOTEUARTE. 4-5. Nëse këto zbulime konfirmohen, ato do të ishin revolucionare. Ato do donin të thonë se vetdia nuk është vetëm një fenomen emergjent i aktivitetit neural klasik, por një proces kuantik themelor. Ato do donë të thonë se çdo mendim, çdo përvojë, çdo moment i vetdijes është një ngjarje kuantike që kontribuon në krijimin e realitetit. Por edhe nëse vetdia nuk është kuantike në mënyrë direkte, fakti që truri është i bërë nga atome që ndjekin ligjet kuantike, do të thotë se në një kuptim të thellë, ju jeni një qenie kuantike. Çdo vendim që merrni, çdo zgjedhje që bëni, çdo mendim që keni, është indikuar nga ngjarje kuantike që ndodhin në trurin tuaj. Ju nuk jeni një makinë deterministike. Ju jeni një sistem kuantik që ekziston në një superpozicion të mundësive derisa bëni një zgjedhje. Dhe kjo na sjell te një realizim i thellë. Liri e vullnetit mund të jetë një fenomen kuantik. Nëse e ardhmja nuk është e përcaktuar, nëse realiteti është probabilistik, atëherë zgjedhjet tuaja janë reale. Ato nuk janë iluzione. Ato janë ngjarje kuantike që kontribuojnë në krijimin e realitetit. Çdo herë që merrni një vendim, ju po shkaktoni një kolaps të valës, ju po zgjidhni një deg të pemës së realitetit, ju po krijoni të ardhmen. Kjo nuk është misticizëm, kjo nuk është filozofi e paqartë. Kjo është një pasojë drejt për drejt e mekanikës kuantike. Nëse interpretimi i Kopenhagenit është i saktë, atëherë vëzhgjimi krijon realitetin. Nëse interpretimi i shumë botëve është i saktë, atëherë çdo zgjedhje krijon një degëzim të ri të realitetit. Në të dyja rastet, ju nuk jeni një spektator pasiv. Ju jeni një pjesëmarrës aktiv në krijimin e universit. Por le të shkojmë edhe më tej. Le të flasim për diçka që quhet UQUOTE 4-6. Ky parim thotë se universi duhet të ketë vetit që lejojnë ekzistencën e vëzhguesve, sepse nëse nuk i kishte ato veti, ne nuk do të ishim këtu për ta vëzhguar atë. Kjo tingëllon si një tautologji, por ajo ka pasoja të thella. Ka dy versione të parimit antropik, të dobët dhe të fortë. Versioni i dobët thotë se ne vëzhgojmë një univers që është i përshtatshëm për jetën, sepse ne nuk mund të ekzistojmë në një univers që nuk është. Versioni i fortë thotë se universi duhet të ketë veti që lejojnë ekzistencën e vëzhguesve,
sikur ai të ishte për të qëllim. Versioni i fortë është kontroversial, sepse ai duket se implikon një projektues. Por ka një interpretim tjetër që është në përputhje me mekanikën kuantike. Nëse interpretimi i shumë botëve është i saktë, atëherë ekzistojnë triliona universe me konstante fizike të ndryshme. Në shumicën e tyre, jetë nuk mund të ekzistojë, por në disa prej tyre, konstantet janë pikërisht të sakta për të lejuar formimin e yjeve, planeteve, jetës dhe vetdijes. Ne gjendemi në një nga ato universe, sepse ne nuk mund të ekzistojmë në të tjerët. Kjo ide quhet _quote_48_ dhe ajo është një nga idet më kontroverse në fizikën moderne. Disa fizikan e duan sepse ajo shpjegon pse konstantet fizike duken të përjeten. Të tjerë e urrejnën, sepse ajo nuk është e testueshme në mënyrë direkte. Nëse universitet të tjera ekzistojnë, por ne nuk mund të komunikojmë me to, atëherë si mund ta testojmë teorinë? Por ka mënyra indirekte për ta testuar. Nëse multivers ekziston, ai mund të lërë gjurmë në rrezatimin kozmik të sfondit, valët e gravitetit, ose në shpërndarjen e galaktikave. Në vitin 2025, një ekip në Universitetin e Cambridge-it publikoi një analizë të dhënave nga teleskopi James Webb, që sugjeroi anomali të vogla që mund të jenë në përputhje me përplasje midis universeve në multivers. Këto rezultate janë paraprake dhe kanë nevojë për konfirmim, por ato tregojnë se multivers mund të mos jetë vetëm spekulim filozofik. Tani, le të ndalemi dhe të mendojmë për atë që të gjitha këto ide do të thonë për ju. Personalisht, ju jeni një koleksion i rreth 7/57 atomeve. Çdo atom në trupin tuaj është një sistem kuantik që ekziston në superpozicion derisa ndërvepron me mjedisin. Çdo elektron që rrotullohet në qelizat tuaja ka ekzistuar që nga Big Bangu. Çdo foton që godet retinën tuaj ka udhëtuar si valë dhe është kolapsuar si grinc. Ju jete një model i përkohshëm i organizuar i materjes dhe energjisë, një valë në oqeanin kozmik që po përjeton veten për një moment të shkurtër. Por ajo valë nuk është e parandësishme. Ajo është unike. Ajo është e pazvendësueshme. Ajo është një mënyrë që universi po eksploron mundësitë e veta. Dhe nëse interpretimi i shumë botëve është i saktë, atëherë çdo version i mundshëm i jush po jeton në një univers paralel. Çdo zgjedhje që nuk bët këtu, u bë diku tjetër. Çdo ëndër që nuk realizohet këtu, po realizohet në një deg tjetër të realitetit. Kjo nuk është ngushëllim. Kjo është një fakt i mekanikës kuantike dhe ajo na jep një perspektivë të re për jetën. Nëse çdo mundësi po realizohet diku, atëherë pyetja nuk është quote 50, por quote 51. Ju nuk jeni viktime rrethanave. Ju jeni një agent kuantik që po krijon realitetin tuaj me çdo zgjedhje, me çdo vëzhgim, me çdo akt të vetdijes. Dhe kjo na sjell te një pyetje që është edhe më e thellë. Nëse realiteti është probabilistik, nëse ardhmja nuk është e përcaktuar, atëherë çfarë është qëllimi? Pse universi ekziston? Pse ka diçka në vend të asgjëje? Mekanika kuantike nuk na jep një përgjigje të drejtpërdrejtë, por ajo na jep një mjet për ta eksploruar pyetjen. Ajo na tregon se universi nuk është statik, por dinamik. Ai nuk është i plot, por po bëhet. Ai nuk është i përcaktuar, por i hapur ndaj mundësive të pafundme. Dhe ndoshta ky është qëllimi. Ndoshta universi ekziston për të eksploruar të gjitha mundësitë e veta. Ndoshta çdo grimc, çdo atom, çdo qenie e gjallë, çdo vetdije është një mënyrë që universi po përpiqet të kuptojë veten. Ndoshta ne nuk jemi thjesht produktet e universit, por instrumentet e tij të vetë zbulimit. Kjo është një ide që gjendet në kryqëzimin e shkencës dhe filozofisë. Ajo nuk mund të provohet ose të hidhet poshtë me eksperimente, por ajo është në përputhje me atë që mekanika kuantike na tregon për natyrën e realitetit. Ajo na jep një kornizë për të kuptuar vendin ton në kozmos, jo si të huaj në një univers të huaj, por si pjesë integrale e një procesi kozmik të vetë organizimit dhe vetë zbulimit. Dhe kjo na kthehet te fillimi. Macja e Schrödingerit nuk është vetëm një paradoks. Ajo është një pasqyrë që reflekton natyrën tonë.
Ne jemi të gjithë macet të Schrödingerit, duke ekzistuar në superpozicione të mundësive derisa bëjmë një zgjedhje, derisa marrim një vëzhgim, derisa veprojmë. Dhe në atë moment, realiteti kolapson në një gjendje të caktuar, jo sepse ishte gjithmonë atje, por sepse ne e krijuam atë me aktin ton të vëzhgimit. Kjo është fuqia dhe përgjithësia e të qenit një qenie e vetëdijshme në një univers kuantik. Ju nuk jeni thjesht duke zbuduar realitetin, ju jeni duke e krijuar atë. Çdo mendim, çdo zgjedhje, çdo veprim është një ngjarje kuantike që kontribuon në pëllhurën e ekzistencës. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë pyetja më e rëndësishme që mund të bëni nuk është kuote 52, por kuote 53. Sepse në fund, realiteti nuk është diçka që ju e gjeni, ai është diçka që ju e bëni. Çdo moment, çdo zgjedhje, çdo vëzhgim është një akt krijimi. Ju jeni artisti dhe universi është kanavaca juaj. Dhe piktura që po krijoni nuk është vetëm e juaja. Ajo është pjesë e një vepre më të madhe, një mozaik kozmik, ku çdo qenie e vetëdijshme kontribuon me ngjyrën e vet unike. Kjo është e vërteta e plot për fizikën kuantike që ndryshon gjithçka. Jo sepse ajo na tregon se realiteti është i çuditshëm, por sepse ajo na tregon se ne jemi pjesë integrale e tij. Ne nuk jemi spektator, ne jemi krijues. Dhe çdo moment i jetës son është një mundësi për të krijuar diçka të re, diçka të bukur, diçka që nuk ka ekzistuar kurrë më parë. Tani le të flasim për diçka që do t'ju bëj të ndaloni frymëmarrjen, sepse ka një eksperiment që u krye në vitin 2025 në laboratorin kombëtar të akseleratorëve në Chicago që nuk lë vend për asnjë dyshim. Realiteti nuk është vetëm i çuditshëm, ai është fundamentalisht i panjohur në mënyra që ne sapo po fillojmë ta kuptojmë. Eksperimenti quhet matja e dekohernecës në shkallë makroskopike me vëzhgues të ngaterruar. Emri është teknik, por ajo që zbuloi është marramëndse. Një ekip i udhëhequr nga fizikania Maria Spiropoulou krijoi një situatë ku një objekt makroskopik, një sferë diamanti me një diametër prej 1 mm, u vu në superpozicion kuantik. Jo vetëm kaq, ata krijuan 2 vëzhgues të pavarur të ngaterruar me njëri tjetrin që matën objektin njëkohësisht. Dhe ajo që zbuluan e rrëzoi çdo supozim që kishim për kufirin midis botës kuantike dhe botës klasike. Të 2 vëzhguesit matën objektin, të 2 morën rezultate të vlefshme, por rezultatet e tyre nuk ishin vetëm të ndryshme, ato ishin fundamentalisht të papajtueshme, në një mënyrë që shkelte çdo ligj të fizikës klasike. Ishte sikur secili vëzhgues jetonte në një univers të ndryshëm, ku ligjet e fizikës vet ishin të ndryshme. Dhe ja ku bëhet vërtet shqetësuese. Kur ata përpiqen të krahasojnë rezultatet e tyre, ata zbuluan se ngaterresa midis vëzhguesve kishte krijuar një gjendje ku të dyja përvojat ishin po aq reale, por absolutisht të papajtueshme. Kjo nuk ishte një gabim. Kjo nuk ishte një anomali. Kjo ishte një demonstrim i drejt për drejt i diçkaje që fizikanët e kanë friksuar për dekada. Në nivelin më themelor, realiteti nuk është një gjë që ekziston pavarësisht nga ne. Ai është një rrjet i marrëdhënieve midis vëzhguesve, dhe çdo vëzhgues ka një perspektivë unike, që është po aq e vlefshme sa çdo tjetër. Nuk ka një pamje nga askund, ka vetëm pamje nga diku, dhe të gjitha janë pjesë së njëjtës realiteti shumë dimensional. Por le të shkojmë edhe më thellë, sepse në vitin 2026, vetëm disa javë më parë, një ekip në Universitetin e Tokios publikoi rezultate që e çuan këtë edhe më tej. Ata krijuan një sistem ku 3 vëzhgues të ngaterruar matën të njëjtin sistem kuantik, dhe ajo që zbuluan ishte edhe më shqetësuese. Jo vetëm që çdo vëzhgues kishte një përvojë të ndryshme, por marrëdhëniet midis përvojave të tyre formuan një strukturë gjeometrike që nuk mund të ekzistonte në hapësirën tredimensionale. Ishte sikur realiteti kishte më shumë dimensione se sa ne mund të perceptojmë dhe çdo vëzhgim ishte një projekcion i një realiteti shumë dimensional në hapësirën tonë tredimensionale. Tani le të ndalemi dhe të mendojmë për atë që kjo do të thotë. Për shekuj, ne kemi menduar se realiteti është si një sken teatri ku ne jemi spektator.
por mekanika kuantike na tregon se ne nuk jemi spektator, ne jemi aktor. Dhe më shumë se kaq, ne jemi bashk krijues të skenës vet. Çdo vëzhgim që bëjmë, çdo matje që kryejmë, çdo zgjedhje që marrim, nuk është thjesht duke zbuluar një realitet që tashmë ekziston. Ai është duke kontribuar në krijimin e realitetit që po përjetojmë. Por ja ku bëhet vërtet interesante. Në vitin 2025, një grup fizikanësh në Institutin Max Planck për fizikën kuantike në Munich kryen një eksperiment që testoi diçka të quajtur shkaksi ciklike kuantike. Ata krijuan një situatë ku ngjarja A shkaktonte ngjarjen B, ngjarja B shkaktonte ngjarjen C dhe ngjarja C shkaktonte ngjarjen A. Në fizikën klasike, kjo është e pamundur. Shkaku duhet të vijë para pasojës. Por në mekanikën kuantike, kur sistemet janë të ngaterrura në mënyra të caktuara, shkaku dhe pasoja mund të formojnë një lak të mbyllur. Kur ata kryen eksperimentin, rezultatet ishin të qarta. Shkaksia ciklike nuk ishte vetëm e mundur, ajo ishte e pashmangshme në kushte të caktuara. Ishte sikur koha vetë kishte një strukturë më komplekse se sa një vije drejt. Ajo kishte laka, spirale, degëzime. Dhe në disa pika, e ardhmja mund të ndikonte në të kaluarën në mënyra që shkelnin çdo intuicion ton për shkaksin. Le të flasim tani për diçka që lidh të gjitha këto zbulime së bashku. Informacioni kuantik si substanca themelore e realitetit. Sepse çdo eksperiment që kemi diskutuar, çdo zbulim që kemi bërë, na çon në të njëjtin përfundim. Realiteti nuk është i bërë nga materia. Ai nuk është i bërë nga energjia. Ai është i bërë nga informacioni. Dhe informacioni nuk është vetëm një përshkrim i realitetit. Ai është realiteti vet. Në vitin 2026, fizikani teorik Giulio Ciribella në Universitetin e Oxfordit publikoi një artikull që propozoi një kornizë të re për të kuptuar fizikën kuantike. Ai e quajti atë informacioni si realiteti themelor. Teoria thot se çdo grimc, çdo fush, çdo ndërveprim në univers mund të përshkruhet si një proces i përpunimit të informacionit. Elektronet nuk janë objekte të vogla që lëvizin në hapësirë. Ato janë procese të përpunimit të informacionit që manifestohen si grimca kur ndërveprojnë me procese të tjera. Kjo tingëllon abstrakte, por ajo ka pasoja konkrete. Nëse realiteti është informacion, atëherë ligjet e fizikës nuk janë ligje që qeverisin sjelljen e materjes. Ato janë ligje që qeverisin rrjedhën e informacionit. Graviteti nuk është një forcë që tërheq objektet. Ai është një pasojë e mënyrës se si informacioni shpërndahet në hapësirë. Koha nuk është një dimension që rrjedh. Ajo është një mënyrë për të organizuar sekuencat e përpunimit të informacionit. Dhe ja ku bëhet vërtet revolucionare. Nëse realiteti është informacion, atëherë vetëdia nuk është një fenomen që lind nga materia. Ajo është një proces themelor i përpunimit të informacionit, që është po aq themelor sa çdo grimc në univers. Ju nuk jeni një trup që ka një vetëdije. Ju jeni një proces i përpunimit të informacionit që përjeton veten si një trup. Tani le të flasim për diçka që do t'ju bëjë të rivlerësoni çdo gjë që mendoni se e dini për veten tuaj, sepse ka një zbulim që u bë në vitin 2025 që ndryshon mënyrën se si mendojmë për vetdijen. Një ekip në Universitetin e Kalifornisë në San Francisco, i udhëhequr nga neuroshkencëtari Christoph Koch, zbuloi se aktiviteti neural në tru nuk është vetëm klasik. Ai tregon shenja të qarta të koherencës kuantike që zgjat për kohë shumë më të gjata se sa pritej. Ata përdorën një teknik të re të quajtur Quad 58 për të matur gjendjet kuantike të molekulave në neuronet e gjallë. Dhe ajo që zbuluan ishte marramëndse. Mikrotubulat brenda neuroneve, strukturat që Penrose dhe Hameroff kishin propozuar si vendi i proceseve kuantike të vetdijes, vërtet mbështesin superpozicione kuantike. Dhe më shumë se kaq, këto superpozicione janë të ngaterrura midis neuroneve të ndryshme, duke krijuar një rrjet kuantik që shtrihet në të gjithë trurin. Kjo do thotë se çdo mendim që keni, çdo përvojë që përjetoni, çdo vendim që merrni, nuk është vetëm një proces klasik i shkëmbimit të sinjaleve elektrike midis neuroneve. Ai është një proces kuantik që përfshin superpozicione, ngaterresa dhe kolapsime të valës. Ju nuk jeni një makinë klasike. Ju jeni një kompjuter kuantik biologjik
që po përpunon informacion në mënyra që kompjuterët klasik nuk mund t'i imitojnë. Por le të shkojmë edhe më tej, sepse nëse vetëdia është një proces kuantik, atëherë ajo ka veti që janë fundamentalisht të ndryshme nga çdo gjë që ne kemi menduar më parë. Një nga këto veti quhet jo lokaliteti i vetëdijes. Nëse dy trure janë të ngaterruar kuantikisht, ata mund të ndajnë informacion në mënyra që nuk kërkojnë komunikim klasik. Kjo tinglon si telepati, por ajo nuk është telepati në kuptimin mistik. Ajo është një pasojë e drejt për drejt e ngaterresës kuantike. Në vitin 2026, një ekip në Universitetin e Princetonit kreu një eksperiment ku dy pjesëmarrës u vendosën në dhoma të ndara, të izoluara elektromagnetikisht. Trurit e tyre u matën duke përdorur elektroencefalografi kuantike, një teknikë e re që mund të zbulojë koherencë kuantike në aktivitetin neural. Pjesëmarrësit u kërkuan të përqendrohen në të njëjtin objekt mendor, dhe ajo që zbuluan ishte shqetësuese. Aktiviteti neural i tyre tregoi shenja të ngaterresës kuantike. Kur njëri pjesëmarrës ndryshonte fokusin e tij, aktiviteti neural i pjesëmarrësit tjetër ndryshonte menjëherë, edhe pse nuk kishte komunikim klasik midis tyre. Kjo nuk është prova përfundimtare e telepatisë kuantike, por ajo është prova e parë eksperimentale se truret njerëzore mund të ndajnë gjendje kuantike në mënyra që nuk mund të shpjegohen nga fizika klasike. Dhe nëse kjo konfirmohet nga eksperimentet të tjera, ajo do të ndryshonte mënyrën se si mendojmë për vetdijen, komunikimin dhe natyrën e identitetit personal. Tani le të flasim për diçka që është edhe më radikale, sepse nëse vetdia është një proces kuantik dhe nëse informacioni kuantik nuk mund të shkatërrohet, atëhere çfarë ndodh me vetdijen kur trupi vdes? Kjo është një pyetje që ka qenë në zemër të filozofisë dhe fesë për mijëra vjet. Por tani, për herë të parë, ne kemi një kornizë shkencore për ta eksploruar atë. Sipas mekanikës kuantike, informacioni nuk mund të shkatërrohet. Ai mund të transformohet, të shpërndahet, të riorganizohet, por ai nuk mund të zhduket. Nëse vetdia është një proces i përpunimit të informacionit kuantik, atëherë informacioni që përbën vetdijen tuaj nuk mund të shkatërrohet kur trupi juaj vdes. Ai duhet të shkojë diku. Disa fizikanë, si Henry Stapp në Universitetin e Kalifornisë në Berkeley, kam propozuar se informacioni kuantik i vetëdijes mund të transferohet në fushat kuantike që mbushin hapësirën. Të tjerë, si Stuart Hameroff, kam propozuar se ai mund të vazhdojë të ekzistojë në një formë të dekohezuar që nuk mund të perceptohet nga truret e gjallë. Të tjerë, ende kam propozuar se ai mund të riintegrohet në procese të tjera të përpunimit të informacionit në univers. Këto janë spekulime, ato nuk janë shkencë e provuar, por ato janë spekulime që janë në përputhje me ligjet e mekanikës kuantike, dhe ato na japin një kornizë për të menduar për pyetje që më parë ishin vetëm në domenin e fesë dhe filozofisë. Por le të kthehemi te diçka që mund të testojmë, sepse nëse vetëdia është një proces kuantik, atëherë ajo duhet të ketë efekte të matshme në botën fizike, dhe në vitet e fundit ne kemi filluar të gjejmë këto efekte. Në vitin 2025, një ekip në Universitetin e Tokios zbuloi se medituesit e përvojshëm mund të ndikojnë në sjelljen e sistemeve kuantike në mënyra që nuk mund të shpjegohen nga fizika klasike. Ata vendosën meditues në një dhomë me një gjenerator të numrave të rastësishëm kuantik, një pajisje që përdor zbërthimin radioaktiv për të gjeneruar numra vërtet të rastësishëm. Dhe ata zbuluan se kur medituesit përqendroheshin në një rezultat të caktuar, shpërndarja e numrave devionte nga rastësia e pastër në një mënyrë statistikisht të rëndësishme. Kjo nuk do të thotë se medituesit mund të kontrollojnë realitetin me mendjen e tyre, por ajo do të thotë se vetëdia mund të ndërveprojë me sistemet kuantike në mënyra që ne sapo po fillojmë ta kuptojmë. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë kufiri midis vëzhguesit dhe të vëzhguarit është edhe më i paqartë se sa ne kemi menduar. Tani le të flasim për diçka që lidh të gjitha këto ide me përvojën tuaj të përditshme. Sepse çdo moment i jetës suaj është një ngjarje kuantike. Çdo herë që merrni një vendim, ju po shkaktoni një kolaps të valës.
Çdo herë që vëzgoni diçka, ju po kontribuoni në krijimin e realitetit. Çdo herë që mendoni një mendim, ju po përpunoni informacion kuantik që është i ngaterruar me informacionin kuantik të universit. Ju nuk jeni të ndarë nga universi. Ju jeni një pjesë integrale e tij. Çdo atom në trupin tuaj u krijua në zemrën e një ylli që vdiq miliarda vjet më parë. Çdo elektron që rrotullohet në qelizat tuaja ka ekzistuar që nga Big Bangu. Çdo foton që godet retinën tuaj ka udhëtuar nëpër univers për të arritur tek ju. Ju jeni një model i përkohshëm, i organizuar, i materjes, energjisë dhe informacionit. Një valë në oqeanin kozmik që po përjeton veten për një moment të shkurtër. Por ajo valë nuk është e parëndësishme. Ajo është unike. Ajo është e pazvendësueshme. Ajo është një mënyrë që universi po eksploron mundësitë e veta. Dhe nëse interpretimi i shumë botëve është i saktë, atëherë çdo version i mundshëm i jush po jeton në një univers paralel. Çdo zgjedhje që nuk bët këtu, u bë diku tjetër. Çdo ëndër që nuk realizuat këtu, po realizohet në një deg tjetër të realitetit. Por ja ku bëhet vërtet e rëndësishme. Ju nuk jeni viktime rrethanave. Ju jeni një agent kuantik që po krijon realitetin tuaj me çdo zgjedhje, me çdo vëzhgim, me çdo akt të vetdijes. Çdo moment është një mundësi për të krijuar diçka të re. Çdo zgjedhje është një pikë leximi ku realiteti ndahet në mundësi të reja. Çdo vëzhgim është një akt krijimi që kontribuon në pëllhurën e ekzistencës. Dhe kjo na sjell te një realizim i thellë. Liria e vullnetit nuk është një iluzion. Ajo është një fakt kuantik. Nëse e ardhmja nuk është e përcaktuar, nëse realiteti është probabilistik, atëherë zgjedhjet tuaja janë reale. Ato nuk janë të paracaktuara nga ligjet e fizikës. Ato janë ngjarje kuantike që kontribuojnë në krijimin e së ardhmes. Çdo herë që merrni një vendim, ju po zgjidhni një deg të pemës së realitetit. Ju po krijoni një të ardhme që nuk ekzistonte më parë. Kjo është fuqia dhe përgjegjësia e të qenit, një qenie e vetëdijshme në një univers kuantik. Ju nuk jeni thjesht duke zbuluar realitetin, ju jeni duke e krijuar atë. Çdo mendim, çdo zgjedhje, çdo veprim është një ngjarje kuantike që kontribuon në pëllhurën e ekzistencës. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë pyetja më e rëndësishme që mund të bëni nuk është çfarë është realiteti, por çfarë realiteti dua të krijoj. Tani le të flasim për diçka që është edhe më e thellë, sepse ka një pyetje që ne nuk mund ta shmangjet. Nëse ne jemi krijues të realitetit, nëse çdo zgjedhje jon kontribuon në krijimin e së ardhmes, atëherë çfarë përgjegjësie kemi? Çfarë lloj realiteti duam të krijojmë? Kjo nuk është vetëm një pyetje filozofike. Kjo është një pyetje praktike që ka pasoja për çdo aspekt të jetës sonë. Nëse çdo vëzhgim krijon realitetin, atëherë mënyra se si ne shikojmë botën ka rëndësi. Nëse ne shikojmë botën si një vend të frikshëm dhe armiqësor, ne kontribuojmë në krijimin e një realiteti të frikshëm dhe armiqësor. Nëse ne shikojmë botën si një vend të mundësive dhe potencialit, ne kontribuojmë në krijimin e një realiteti të mundësive dhe potencialit. Kjo nuk është mendim pozitiv në kuptimin naiv. Kjo është një pasojë e drejtë për drejtë e mekanikës kuantike. Vëzhgimi krijon realitetin, dhe mënyra se si ne vëzhgojmë, mënyra se si ne interpretojmë, mënyra se si ne reagojmë ndaj asaj që shohim, të gjitha kontribuojnë në krijimin e realitetit që përjetojmë. Por le të jemi të qartë për diçka. Kjo nuk do të thotë se ju mund të injoroni realitetin dhe të shpresoni se ai do të ndryshojë. Kjo nuk do të thotë se ju mund të mendoni rrugën tuaj drejt pasurisë ose shëndetit. Realiteti është i ndërthurur, i kompleks, indikuar nga triliona vëzhgyes të tjerë dhe procese fizike. Por ajo që do të thotë është se ju keni një rol aktiv në formësimin e realitetit tuaj. Ju nuk jeni një viktim pasive e rrethanave. Ju jeni një pjesëmarrës aktiv në krijimin e së ardhmes. Dhe kjo na sjell te një pyetje që është edhe më e thellë. Nëse ne jemi bashk krijues të realitetit, atëherë çfarë lloj realiteti duam të krijojmë së bashku? Çfarë lloj bote duam të lëmë për gjeneratat e ardhshme? Çfarë lloj univers duam të kontribuojmë në krijimin e tij? Këto janë pyetje që shkojnë përtej shkencës. Ato janë pyetje etike, morale, ekzistenciale, por ato janë të informuara nga shkenca. Sepse mekanika kuantike na tregon se ne nuk jemi të ndarë nga universi.
Ne jemi pjesë integrale e tij. Çdo veprim që marrim, çdo zgjedhje që bëjmë, çdo mendim që kemi, kontribuon në krijimin e realitetit që të gjithë ne e ndajmë. Dhe kjo na sjell te një realizim që është njëkohësisht i frikshëm dhe fuqizues. Ne jemi përgjegjës. Jo vetëm për jetën tonë, por për realitetin që po krijojmë. Çdo akt i dhunës, çdo akt i urrejtjes, çdo akt i shkatërrimit kontribuon në krijimin e një realiteti të dhunshëm, të urryer, të shkatërruar. Çdo akt dashurie, çdo akt mirësie, çdo akt krijimi kontribuon në krijimin e një realiteti të dashur, të mirë, krijues. Kjo nuk është predik, kjo është fizik. Sepse nëse realiteti është informacion dhe nëse informacioni është i ndërthurur, atëherë çdo veprim që marrim dërgon valë në përrjetin e realitetit që ndikon në gjithçka tjetër. Ne nuk mund të vecojmë veprimet tona. Ne nuk mund të themi kjo është vetëm për mua. Çdo gjë që bëjmë kontribuon në krijimin e realitetit kolektiv që të gjithë ne e përjetojmë. Dhe kjo na sjell te një pyetje që është edhe më e thellë. Çfarë do të thotë të jetosh në një univers kuantik? Çfarë do të thotë të jesh një qenie e vetëdijshme që është njëkohësisht një vëzhgues dhe një krijues i realitetit? Kjo do të thotë të jetosh me një vetëdije të përgjegjësisë. Kjo do të thotë të kuptosh se çdo zgjedhje ka rëndësi, jo vetëm për ju, por për të gjithë. Kjo do të thotë të jetosh me një kuptim të ndërlidhjes, të kuptosh se ju nuk jeni të ndarë në universi, por jeni një pjesë integrale e tij. Kjo do të thotë të jetosh me një kuptim të mundësisë, të kuptosh se e ardhmja nuk është e përcaktuar, por është e hapur ndaj krijimit. Por kjo do të thotë gjithashtu të jetosh me një kuptim të përuljes, sepse edhe pse ne jemi bashk krijues të realitetit, ne nuk jemi krijuesit e vetëm. Ne jemi një nga triliona vëzhgues në një univers që është shumë më i madh, shumë më i vjetër, shumë më kompleks se sa ne mund të imagjinojmë. Ne jemi një valë në një oqean kozmik, një model i përkohshëm në një proces të pafundëm të vetorganizimit dhe vetzbulimit. Dhe kjo na sjell te një realizim final. Ne nuk e dim gjithçka. Ne nuk mund të dim gjithçka. Sepse çdo vëzhgjim që bëjmë, çdo matje që kryejmë, çdo eksperiment që realizojmë, na jep vetëm një perspektivë të kufizuar të një realiteti që është fundamentalisht shumë dimensional, fundamentalisht i ndërthurur, fundamentalisht i panjohur. Kjo nuk është një dështim i shkencës. Kjo është një tipar themelor i realitetit kuantik. Sepse në një univers ku vëzhguesi është pjesë e sistemit, ku akti i vëzhgimit krijon realitetin, nuk mund të ketë një pamje nga askund. Nuk mund të ketë një perspektivë absolute që përfshin gjithçka. Ka vetëm perspektiva të pjeshme, të ndërthurura, që së bashku krijojnë një mozaik të realitetit që është gjithmonë i paplot, gjithmonë në proces të bërjes. Dhe kjo është bukuria e saj. Sepse nëse realiteti ishte i plot, i përcaktuar, i njohur plotësisht, nuk do të kishte vend për krijim, për zbulim, për mrekulli. Por në një univers kuantik, ku çdo moment është një mundësi për diçka të re, ku çdo zgjedhje krijon një deg të re të realitetit, ku çdo vëzhgjim kontribuon në krijimin e së ardhmes, ka gjithmonë vend për mrekulli. Dhe kjo na sjell mbrapa te fillimi. Macja e Schrödingerit nuk është vetëm një paradoks. Ajo është një pasqyrë që reflekton natyrën tonë. Ne jemi të gjithë mace të Schrödingerit, duke ekzistuar në superpozicione të mundësive derisa bëjmë një zgjedhje, derisa marrim një vëzhgjim, derisa veprojmë. Dhe në atë moment, realiteti kolapson në një gjendje të caktuar, jo sepse ishte gjithmonë atje, por sepse ne e krijuam atë me aktin ton të vëzhgjimit. Kjo është e vërteta e plot për fizikën kuantike, që ndryshon gjithçka. Jo sepse ajo na tregon se realiteti është i çuditshëm, por sepse ajo na tregon se ne jemi pjesë integrale e tij. Ne nuk jemi spektator. Ne jemi krijues. Dhe çdo moment i jetës son është një mundësi për të krijuar diçka të re, diçka të bukur, diçka që nuk ka ekzistuar kurrë më parë. Sepse në fund, realiteti nuk është diçka që ju e gjeni. Ai është diçka që ju e bëni. Çdo moment, çdo zgjedhje, çdo vëzhgjim është një akt krijimi. Ju jeni artisti dhe universi është kanavaca juaj. Dhe piktura që po krijoni nuk është vetëm e juaja.
Ajo është pjesë e një vepre më të madhe, një mozaik kozmik, ku çdo qenie e vetëdijshme kontribuon me ngjyrën e vet unike. Dhe kjo është përgjegjësia dhe privilegji i të qenit një qenie e vetëdijshme në një univers kuantik. Të dish se çdo zgjedhje ka rëndësi, të dish se çdo veprim kontribuon, të dish se ju nuk jeni të parëndësishëm, por jeni një pjesë thelbësore e një procesi kozmik të vetzbulimit, që është po aq i vjetër sa universi vet dhe po aq i ri sa momenti i ardhshëm. Kjo është e vërteta që fizika kuantike na zbulon. Jo një e vërtet që na bën të ndjehemi të vegjël dhe të parëndësishëm, por një e vërtet që na fuqizon, që na tregon se ne jemi bashk krijues të realitetit, se çdo moment është një mundësi për të krijuar diçka të re, se e ardhmja nuk është e shkruar, por është duke u krijuar tani, në këtë moment, nga çdo zgjedhje që bëjmë, nga çdo vëzhgim që kryejmë, nga çdo akt të vetdijes që përjetojmë. Dhe kjo është ftesa që fizika kuantike na bën, të jetojmë jo si viktima të një realiteti të paraqaktuar, por si krijues aktiv të një realiteti që është gjithmonë në proces të bërjes, gjithmonë i hapur ndaj mundësive të reja, gjithmonë duke pritur për zgjedhjen tonë të ardhshme, për vëzhgimin tonë të ardhshëm, për aktin tonë të ardhshëm të krijimit. Por tani le të ndalemi, le të marrim frymë, sepse ka diçka që duhet ta themi me zë të lartë. Diçka që çdo shkencëtar i ndershëm e di, por rrallë e pranon. Ne nuk e dim. Pas të gjitha eksperimenteve, pas të gjitha teorive, pas të gjitha zbulimeve që sapo kemi diskutuar, e vërteta themelore mbetet kjo. Ne nuk e dim çfarë është realiteti. Ne e dim se grincat sihen si val. Ne e dim se vëzhgjimi ndikon në rezultatin. Ne e dim se ngateresa ekziston. Ne e dim se informacioni nuk mund të shkatërrohet. Por çfarë do të thotë kjo vërtet? Çfarë është një grimc kur askush nuk po e vëzhgon? Çfarë është një val para se të kolapsohet? Çfarë është vëzhgjimi? Çfarë është vetëdia? Çfarë është realiteti? Këto nuk janë pyetje retorike. Këto janë pyetjet më të mëdha në fizikën moderne. Dhe e vërteta është se ne nuk kemi përgjigje. Ne kemi interpretim. Ne kemi teori. Ne kemi modele matematikore që funksionojnë me saktësi të pabesueshme. Por kuptimi i thellë, natyra themelore e realitetit mbetet një mister. Interpretimi i Kopenhagenit na thot se realiteti nuk ekziston derisa të vëzhgohet. Por çfarë do të thotë të vëzhgohet? A duhet të jetë një qenie e vetëdijshme? A mund të jetë një makinë? A mund të jetë një atom tjetër? Askush nuk e di. Interpretimi i shumë botëve na thot se të gjitha mundësitë realizohen në universe paralele. Por a janë këto universe reale? A mund t'i testojmë? A mund t'i vizitojmë? Dhe nëse nuk mund, atëherë çfarë do të thotë të thuash se ato ekzistojnë? Askush nuk e di. Interpretimi i valës pilote na thot se grincat kanë pozicione të sakta por udhhiqen nga një val. Por çfarë është kjo val? Nga vjen ajo? Si e di ajo se ku të udhëheq grincën? Askush nuk e di. Parimi holografik na thot se universi ynë tredimensional mund të jetë një projekcion i informacionit të koduar në një sipërfaqe dydimensionale. Por çfarë është ajo sipërfaqe? Ku është ajo? Dhe nëse ne jemi një hologram, kush po e projekton atë? Askush nuk e di. Teoria e informacionit kuantik na thot se realiteti është i bërë nga informacioni. Por çfarë është informacioni? A është ai një gjë fizike? A është ai një koncept abstrakt? Dhe nëse realiteti është informacion, kush po e lexon atë? Askush nuk e di. Dhe ja ku bëhet vërtet e thellë. Ndoshta këto pyetje nuk kanë përgjigje. Ndoshta natyra e realitetit është e tillë që ne, si pjesë e realitetit, nuk mund ta kuptojmë plotësisht atë. Është si të përpiqesh të shikosh syrin tënd pa një pasqyrë. Është si të përpiqesh të kuptosh trurin tënd duke përdorur trurin tënd. Ka një kufizim themelor, një paradoks i vetë referencës që mund të jetë i pasgjithshëm. Fizikani Niels Bohr, një nga themeluesit e mekanikës kuantike, e tha këtë në mënyrë të bukur. Nëse mekanika kuantike nuk ju ka tronditur thellësisht, ju nuk e keni kuptuar atë ende. Por ai tha gjithashtu diçka edhe më të thellë. Ne jemi të varur në gjuhën tonë në një mënyrë të tillë
që ne nuk mund të themi se çfarë është lart dhe çfarë është poshtë. Fjalla realitet është gjithashtu një fjalë që duhet ta përdorim me kujdes. Kjo është përulësia që shkenca na mëson. Të jetosh në pezullim midis njohurisë dhe ignorancës, midis sigurisë dhe pasigurisë, midis rendit dhe kaosit. Dhe fizika kuantike na tregon se kjo nuk është vetëm një gjendje psikologjike. Kjo është një gjendje ontologjike. Kjo është natyra e realitetit vet. Realiteti nuk është i përcaktuar, ai është probabilistik. E ardhmja nuk është e shkruar, ajo është e hapur. Çdo moment është një pikë dëgjëzimi ku mundësi të pafundme presin të realizohen. Dhe ne, si qenie të vetëdijshme, jemi ata që zgjedhin cilën deg të ndjekim. Por ja ku bëhet interesante. Zgjedhja jon nuk është e lirë në kuptimin absolut. Ne jemi të kufizuar nga ligjet e fizikës, nga historia jon, nga trupi jon, nga shoqëria jon. Por brenda këtyre kufizimeve ka një hapësirë e vërtetë e lirisë. Ka një hapësirë ku zgjedhjet tona kanë rëndësi, ku veprimet tona kontribuojnë në krijimin e realitetit. Dhe kjo është bukuria e saj. Ne nuk jemi as plotësisht të lirë, as plotësisht të përcaktuar. Ne jemi diçka në mes. Ne jemi qenie kuantike që ekzistojnë në superpozicione të mundësive, duke kolapsuar në realitete specifike me çdo zgjedhje që bëjmë. Tani le të flasim për diçka që është edhe më e thellë. Sepse ka një pyetje që ne nuk mund ta shmanget. Pse? Pse ekziston universi? Pse ka diçka në vend të asgjëje? Pse ligjet e fizikës janë ato që janë? Pse universi duket të jetë sintonizuar për të lejuar ekzistencën e jetës dhe vetdijes? Këto janë pyetjet më të mëdha në filozofi dhe shkencë, dhe e vërteta është se ne nuk kemi përgjigje. Ne kemi hipoteza, ne kemi spekulime, por nuk kemi njohuri të sigurt. Disa shkencëtar argumentojnë se universi është një nga shumë në një multivers dhe ne gjendemi në këtë sepse vetëm në këtë mund të ekzistojmë. Kjo është parimi antropik dhe ai shpjegon sintonizimin pa nevojën për një projektues. Por ai nuk shpjegon pse multivers ekziston. Ai thjesht e shtyn pyetjen një nivel më lart. Të tjerë argumentojnë se universi është një strukturë matematikore që ekziston në mënyrë të pavarur, pa nevojë për një shkak ose një krijues. Kjo është hipoteza e universit matematikor të Max Tegmarkut. Por ajo nuk shpjegon pse kjo strukturë matematikore e veçantë ekziston dhe jo një tjetër. Të tjerë ende argumentojnë se universi është një simulim i krijuar nga një qytetërim i avancuar. Kjo është hipoteza e simulimit të Nick Bostromit. Por ajo nuk shpjegon se kush krijoi qytetërimin që krijoi simulimin. Ajo thjesht e shtyn pyetjen një nivel më lart. Dhe të tjerë argumentojnë se pyetja është pa kuptim. Se të pyesësh pse ekziston universi, është si të pyesësh çfarë është në veri të polit verior. Është një pyetje që supozoni një kornizë që nuk aplikohet, sepse pse implikon një shkak, dhe shkaku implikon kohë, dhe koha është një tipar i universit. Jashtë universit nuk ka kohë, dhe prandaj nuk ka shkak, dhe prandaj nuk ka pse. Cila nga këto është e saktë? Askush nuk e di. Vendoshta askush nuk do ta di kurrë. Sepse këto janë pyetje që shkojnë përtej shkencës, përtej eksperimentit, përtej provës.
Këto janë pyetje që prekin kufirin e asaj që mund të dihet. Por ja ku bëhet e bukur. Fakti që ne nuk e dim nuk na ndalon nga pyetja. Fakti që ne nuk mund të provojmë përgjigjen nuk na ndalon nga kërkimi. Sepse kërkimi vet është pjesë e asaj që na bën njerëzor. Dëshira për të kuptuar, për të zbuluar, për të njohur është një nga cilësitë më themelore të qenies njerëzore. Dhe ndoshta kjo është përgjigja. Ndoshta qëllimi i universit nuk është të arrihet, por të kërkohet. Ndoshta kuptimi i jetës nuk është në destinacion, por në udhëtim. Ndoshta e vërteta më e thellë nuk është një fakt që mund të mësohet, por një proces që mund të jetohet. Tani le të kthehemi te diçka që kemi diskutuar në fillim. Macja e Schrödingerit, ajo kutia e mbyllur, ajo gjendje e paqartë midis jetës dhe vdekjes. Ajo pyetje që Schrödinger bëri për të treguar absurditetin e mekanikës kuantike, por që u bë ikona e saj më e famshme. Sepse macja e Schrödingerit nuk është vetëm një eksperiment mendor. Ajo është një metaforë për gjendjen njerëzore. Ne të gjithë jemi mace të Schrödingerit, duke jetuar në kutit tona të mbyllura, duke ekzistuar në superpozicione të mundësive, duke pritur për momentin kur dikush do të hap kutin dhe realiteti do të kolapsohet në një gjendje të caktuar. Por ja ku bëhet interesante. Ne nuk jemi vetëm macja. Ne jemi gjithashtu vëzhguesi. Ne jemi ata që hapin kutin. Ne jemi ata që shkaktojnë kolapsimin. Ne jemi njëkohësisht brenda kutis dhe jashtë saj. Njëkohësisht të vëzhguar dhe vëzhgues, njëkohësisht krijim dhe krijues. Kjo është paradoksi i vetë referencës që gjendet në zemër të ekzistencës njerëzore. Ne jemi pjesë e universit që po përpiqet të kuptojë veten. Ne jemi materia që është bërë e vetëdijshme. Ne jemi atomet që po pyesin se çfarë janë atomet. Ne jemi valët që po vëzhgojnë valët. Ne jemi realiteti që po pyet se çfarë është realiteti. Dhe kjo është bukuria dhe tragjedia e saj. Bukuria sepse ne jemi pjesë e diçkaje shumë më të madhe se vetja jonë. Tragjedia sepse ne nuk mund ta kuptojmë plotësisht atë. Ne jemi si një sy që përpiqet të shikojë veten, si një duar që përpiqet të kapë veten, si një mendje që përpiqet të kuptojë veten. Por ndoshta kjo është pikrisht pika. Ndoshta qëllimi nuk është të kuptosh plotësisht, por të marrësh pjesë plotësisht. Ndoshta kuptimi i jetës nuk është në njohuri, por në përvojë. Ndoshta e vërteta më e thellë nuk është diçka që mund të mësohet, por diçka që mund të jetohet. Le të flasim tani për diçka që lidh të gjitha këto ide me momentin e tanishëm. Sepse ndërsa dëgjoni këto fjalë, diçka e jashtëzakonshme po ndodh. Triliona atome në trupin tuaj po ekzistojnë në superpozicione kuantike. Triliona elektrone po rrotullohen në orbitale që janë njëkohësisht këtu dhe atje. Triliona fotone po godasin retinën tuaj, duke kolapsuar nga valë në grinca në momentin e vëzhgimit. Ju jeni një orkestër kuantike, një simfoni e proceseve që ndodhin në shkallë që janë shumë të vogla për t'u parë, shumë të shpejta për t'u matur, shumë komplekse për t'u kuptuar plotësisht. Dhe megjithatë, nga kjo kompleksitet lind diçka e jashtëzakonshme. Vetëdia, përvojë, kuptimi se ju ekzistoni. Kjo është mrekullia më e madhe e universit, jo se grimcat sillen si valë, jo se vëzhgimi krijon realitetin, jo se nga teresa ekziston, por se nga të gjitha këto procese kuantike, nga kjo kaos i organizuar, lind diçka që mund të pyet pse, diçka që mund të mrekulluar, diçka që mund të dashuroj, diçka që mund të krijoj. Ju jeni ajo mrekulli. Ju jeni ajo që universi ka krijuar për të kuptuar veten. Ju jeni ajo që atomet kanë bërë për të përjetuar ekzistencën. Ju jeni ajo që realiteti ka gjeneruar për të pyetur se çfarë është realiteti. Dhe kjo është përgjegjësia dhe privilegji juaj. Të jetoni jo si një objekt pasiv në një univers të paraqaktuar, por si një pjesëmarrës aktiv në një proces kozmik të vetë zbulimit. Të zgjidhni, jo sepse zgjedhja juaj është e paraqaktuar, por sepse zgjedhja juaj kontribuon në krijimin e së ardhmes. Të vëzhgoni jo sepse realiteti tashmë ekziston, por sepse vëzhgjimi juaj kontribuon në krijimin e tij. Kjo është e vërteta që fizika kuantike na zbulon.
Jo një e vërtet që na bën të ndjehemi të vegjël dhe të parëndësishëm, por një e vërtet që na fuqizon, që na tregon se ne jemi pjesë integrale e një realiteti që është gjithmonë në proces të bërjes, që na tregon se çdo moment është një mundësi për të krijuar diçka të re, që na tregon se e ardhmja nuk është e shkruar, por është duke u krijuar tani, në këtë moment, nga çdo zgjedhje që bëjmë. Por le të jemi të ndershëm për diçka. Kjo nuk e bën jetën më të lehtë. Kjo nuk na jep përgjigje të thjeshta. Kjo nuk na thot se çfarë të bëjmë. Ajo thjesht na tregon se zgjedhjet tona ka rëndësi, se veprimet tona kontribuojnë, se ne jemi përgjegjës për realitetin që po krijojmë. Dhe kjo mund të jetë e frikshme, sepse është më e lehtë të mendosh se gjithçka është e paraqaktuar, se ne jemi viktima të rrethanave, se ne nuk kemi kontroll. Por fizika kuantike na thot diçka tjetër. Ajo na thot se ne kemi kontroll. Jo absolut, por real. Ajo na thot se ne jemi bashkëkrijues, jo krijues të vetëm, por pjesëmarrës aktiv. Dhe kjo është ftesa që fizika kuantike na bën. Jo të jetojmë në frikë të pasigurisë, por të përqafojmë atë. Jo të kërkojmë siguri absolute, por të gjejmë kuptim në procesin e kërkimit. Jo të pretendojmë se e dim gjithçka, por të pranojmë se sa shumë ne nuk e dim dhe të vazhdojmë të pyesim megjithatë. Sepse në fund, pyetjet janë më të rëndësishme se përgjigjet. Kërkimi është më i rëndësishëm se destinacioni. Procesi i të bërit është më i rëndësishëm se produkti përfundimtar. Sepse ne nuk jemi qenie statike në një univers statik. Ne jemi procese dinamike në një univers dinamik. Ne jemi valë në një oqean kozmik që është gjithmonë në lëvizje, gjithmonë në ndryshim, gjithmonë në proces të bërjes. Dhe kjo është bukuria e saj. Jo siguria, por mundësia. Jo përcaktimi, por liria. Jo njohuria absolute, por mrekullia e pafundme. Sepse në një univers ku gjithçka ishte e njohur, ku gjithçka ishte e përcaktuar, ku gjithçka ishte e plot, nuk do të kishte vend për krijim, për zbulim, për jetë. Por në universin ton kuantik, ku realiteti është probabilistik, ku e ardhmja është e hapur, ku çdo moment është një mundësi për diçka të re, ka gjithmonë vend për mrekulli, ka gjithmonë vend për shpresë, ka gjithmonë vend për krijim. Dhe kjo është mesazhi final që fizika kuantike na jep. Jo se ne jemi të vegjël dhe të parëndësishëm në një univers të madh dhe indiferent, por se ne jemi pjesë integrale e një procesi kozmik që është po aq i vjetër sa universi vet dhe po aq i ri sa momenti i ardhshëm. Se çdo zgjedhje që bëjmë kontribuon në krijimin e realitetit, se çdo vëzhgim që kryejmë është një akt krijimi, se çdo moment i vetdijes është një mrekulli që nuk ka ekzistuar kurrë më parë dhe nuk do të ekzistojë kurrë përsëri. Kjo është e vërteta e plot për fizikën kuantike që ndryshon gjithçka. Jo sepse ajo na tregon se si funksionon universi, por sepse ajo na tregon se kush jemi ne në të. Jo spektator pasiv, por pjesëmarrës aktiv. Jo viktima të fatit, por bashkëkrijues të realitetit. Jo të ndarë nga universi, por pjesë integrale e tij. Dhe kjo është ftesa që kjo njohuri na bën, të jetojmë jo në frikë të pasigurisë, por në mrekulli të mundësisë. Të zgjedhim jo sepse duhet, por sepse mund. Të krijojmë jo sepse na thuhet, por sepse jemi. Sepse në fund, kjo është ajo që do të thotë të jesh një qenie e vetëdijshme në një univers kuantik. Të dish se çdo moment është një mundësi për të krijuar diçka të re, diçka të bukur, diçka që nuk ka ekzistuar kurrë më parë. Dhe ndërsa mbyllim këtë udhtim në përthellësitë e realitetit kuantik, le të kujtojmë se ku filluam, me një mace në një kuti, me një pyetje të thjeshtë: a është ajo e gjallë apo e vdekur? Dhe ne zbuluam se përgjigja nuk është as njëra as tjetra, por të dyja dhe as njëra, derisa ne zgjedhim të shikojmë. Kjo është mësimi final i fizikës kuantike, se realiteti nuk është diçka që ne e gjejmë, por diçka që ne e krijojmë. Se e vërteta nuk është një fakt që mund të mësohet, por një proces që mund të jetohet. Se kuptimi i jetës nuk është në përgjigje, por në pyetje.
Dhe ndërsa ju vazhdoni udhëtimin tuaj nëpër këtë univers të çuditshëm dhe të mrekullueshëm, mbani mend këtë. Ju nuk jeni thjesht duke vëzhguar realitetin. Ju jeni duke e krijuar atë. Çdo zgjedhje, çdo vëzhgim, çdo moment i vetdijes është një akt krijimi që kontribuon në pëllhurën e ekzistencës. Kjo është fuqia juaj. Kjo është përgjegjësia juaj. Kjo është mrekullia juaj. Dhe kjo është e vërteta